Përshëndetje të gjithëve miqtë e emisionit Urbanika, ja tek jemi sot, në fakt do t'i rikthehemi një temë të cilën jemi përpjekur ta prekim gjerësisht të martën e kaluar, por sot do të vazhdojmë të analizojmë më gjerësisht, sepse është një nga sektorët jetik të vendit, është një nga sektorët që të gjithë kemi interes të kemi sa më shumë informacion dhe të dimë se si funksionon dhe se si na prek ne në jetën tonë të përditshme, po flas në fakt për infermierët. Janë ata të cilët përballen me dhunën, përballen edhe me fyerjet politike nga njëra adres politike tek tjetra, janë po këta të fundit që kanë problematikat e tyre të brendshme, rregulloret në mënyrën se si funksionojnë, dhe janë po këta të cilët janë jo pak, por rreth 16.000 në gjithë Shqipërinë, dhe do duhet që për pak ditë të përballen me emrat e rinj që do të vendosen, titullarët e rinj për urdhrin e infermierëve të Shqipërisë. Pas 5 vjetësh rikthehen zgjedhjet për urdhrin e infermierit të Shqipërisë. Megjithatë, ne kemi provuar të pyesim infermierët, të dimë se a janë ata në dieni që kanë zgjedhje në kategorinë e tyre, a e dinë se kush i përfaqëson dhe sa në mënyrë serioze i përfaqëson. Do të shohim pas pak insertet ku jemi përpjekur të intervistojmë gjatë punës së tyre në qendrën spitalore universitare, do të shihni vetë përgjigjet e tyre apo komentet e tyre për atë që unë po flas, pra për zgjedhjet e urdhrit të infermierit të Shqipërisë. Megjithatë, në studio me mua janë bashkuar, ose më saktë kanë vendosur të thyejnë tabun, kanë vendosur të flasin, Mimoza Kalaja, infermiere me një eksperiencë të gjatë për 25 vitesh, një infermier i ri i cili ka rreth 1 vit që është punësuar, Shukri Paluqi, përshëndetje dhe mirë se ke ardhur, por dhe një vajzë e re studente e infermierisë, e cila pret që së shpejti të vendoset në spital për të punuar dhe ajo, Adela Belba. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Është një profesion i cili është sa i bukur, është sa i vështirë, është sa human, sepse ke të bësh një fije ndan jetën apo vdekjen e pacientit që do të keni në duar, dhe jo pak herë infermierët janë bërë pjesë e akuzave të ngritura për mungesë profesionalizmi, për mungesë etike në komunikimin me pacientin apo të afërmit e pacientit. Pra të gjithë gishtat janë drejtuar tek ju. Por sot jeni ju që keni vendosur të flisni, apo jo, Mimoza? Dhe më pëlqen sepse unë personalisht si gazetare e quaj një përgjegjësi qytetare, faktin që duhet folur hapur për problematikat, përse fenomenet ndodhin, përse ndodhin vdekjet në spitalet e ke fundit. Ka një background, ka një arsye, ka një shkak përse ndodh. Gjithmonë vdekja është pasoja, por përse ndodh? Duhet të pyesim të gjithë. Dhe për të arritur përse ndodh, atëherë do duhet që nëpërmjet rubrikave të veçanta që kemi hapur në këtë emision të analizojmë javë pas jave sistemin shëndetësor të Shqipërisë. Dhe këtë herë po flasim për zgjedhjet që pritet pas pak ditësh të përfundojnë, të mbyllin etapën e tyre pas 5 vjetësh. Me sa di, Mimoza, janë zgjedhur kryetarët në rrethin, në këshillat rajonal, pritet të premten të bëhet për Tiranën. Për Tiranën, për zgjedhja për kryetarin e Tiranës, dhe më pas do të vazhdoni me një tjetër etapë që është ajo e zgjedhjes numrit 1 të presidentit kryesor. Po, që bëhet në shkallë kombëtare. Por të kam parë që vetëm ti sikur ke pak informacion, që me sa kuptoj e ke siguruar kështu në mënyrë private. Por informacion zyrtar se kush po kandidon, në cilat poste, delegacionet, sikur nuk ka, po ja. Jam e gabuar? Po, unë do t'ju sqaroj tani për këtë problem, po së pari ju falenderoj shumë për ftesën dhe një herë. Do doja të flisja në qoftë se do kisha dhe përfaqësues të tjerë këtu, pikërisht nga drejtuesit e urdhrit të infermierit, që të ishim dhe ballë për ballë, po në pamundësi unë jam e detyruar tani të flas, domethënë të shprehen vetëm, po kemi bashkëpunëtorët tanë. Por përsa i përket tani procedurave, kemi kërkuar në fakt presidentin aktual Sabri Skënderin, por me sa duket është jashtë Tiranës dhe nuk ka mundur të jetë i pranishëm në studio, ndoshta ne do të përpiqemi të komunikojmë në telefon me të. Atë në qoftë se do të referohemi procedurave të zgjedhjeve, do të them që unë kam 2 ditë rresht që po bëj një sensibilizim për veten time, më tepër, jo për publikun, për të parë se ku janë, se sa infermierët janë të informuar. Dhe kam filluar me QSU-tën, sepse unë kandidoj për Tiranën, kam filluar dhe me qendrat shëndetësore në Tiranë, që janë lagja 1, 2, 3 qendrat shëndetësore, dhe në maternitet kam vajtur, në sanatorium nuk kam shkuar akoma,
dhe kam parë që të gjithë infermierët janë të pa informuar në lidhje me procedurat e zgjedhjes së infermierit. Çfarë do thotë kjo? Sepse të bësh zgjedhje duhet të kalosh etapat një nga një, sepse janë të shkruara shumë qartë në statusin e urdhrit, e dokumentit themeltar të urdhrit të infermierit. Të cilin jam detyruar dhe unë ta mësoj përmendësh sot. Normal. Që të flas me termat e duhur. Pikërisht. Sepse pikërisht të jesh në krye të kodit të etikës së infermierëve, në radhë të parë duhet të kesh vetë etik. Dhe kur themi etik, duhet të zbatosh me përpikmëri të gjitha rregullat. Ndërkohë që ne, edhe unë si një përfaqësuese e urdhrit të infermierit, duke qenë në një antare e Komisionit të Vlerësimit të Etikës në shkallë kombëtare, duhet të kem për veten time në radhë të parë një etik në zbatimin e rregullores, pastaj t'ju kërkoj të tjerëve. Tani ku dalim? Shikojmë që infermierët nuk janë të informuar, ose shumë pak të informuar, të mos themi fare. Ja kam kërkuar vetë zotit Sabri në tavolinë dhe i kam thënë, Sabri, unë po shikoj që infermierët nuk janë të informuar. Ndërkohë që në status tonë, të gjithë antarët e grupeve e Këshillit Kombëtar janë të detyruar të punojnë, të informojnë, të sensibilizojnë infermierët, jo vetëm për zgjedhjet, por për çdo ligj që del apo ndryshon për urdhrin e infermierit, për çdo aktivitet të tij, dhe jo vetëm thjesht një lajm në internet, në faqen e internetit, dhe ti e mbarove punën me kaq. Sepse nuk them që nuk kanë mundësi t'i bëjmë. Në qoftë se ne deri dje flisim që s'kemi kushte, s'kemi këtë, unë mendoj që ato i kanë të gjitha kushtet për t'i bërë këto. E dish do të thotë 16.000 infermier, po të zëmë se nuk janë 16.000 infermier, ja 13, ja 12.000 të punësuar, që hedhin kuotat për këtë urdhrin e infermierit, që përveç kuotave të çdo muaj që hedhin, ato kanë edhe çdo 3 muaj apo çdo 5 vjet licencimin, që është një kuotë prej 70.000 lekësh të vjetra. Pra bëjnë pagesa. Që bëjnë pagesa. Këto pagesa bëjnë që të funksionojë sa më mirë. Këto hidhen në buxhetin e urdhrit të infermierit. Kështu që nuk do t'i kushtonte gjë urdhrit e infermierit që të nxirrte ca postera, të mos themi në çdo shërbim, po të paktën në hyrje të çdo institucioni ku infermierët të shikonin me shumë përparësi se çfarë po bëhet, po bëhen zgjedhjet, cilët janë kriteret, kush janë kandidatët, kush janë delegatët. Por janë filluar për sprapthi dhe mua më vjen. Dhe çfarë ofron njëri nga tjetri që nuk është fare në konceptin e tyre për të dhënë alternativa të reja, për të qenë sa më demokratike. Por mua që më bën përshtypje, në qoftë se do t'i marrim hap pas hapi, në fillim bëhet sensibilizimi. Je dakord me mua, dua që ta shohim realisht me fakte, se është fjala juaj si njerëz që merreni me shëndetin e personave, të pacientëve, dhe unë e respektoj jashtëzakonisht shumë, por që gjithsesi duhet të shohim, gazetarja Pranvera Bozhiqi ka tentuar gjatë ditës së sotme që të pyes infermierët që punojnë në qendrën spitalore universitare, është përpjekur t'i ndalojë për të marrë prej tyre komente, mendime, nëse janë në dieni apo jo, që pas 5 vjetësh tashmë do të përballen me zgjedhje brenda kategorisë së tyre. Pra jo vetëm me zgjedhjet e përgjithshme që presim në datën 23 qershor, por duke filluar nga e premtja e kësaj jave dhe mëtej në maj, vendosin titullarët e rinj të urdhrit të infermierit të Shqipërisë. Kush janë këta persona? Sa densisht janë duke i përfaqësuar infermierët? A e kanë marrë seriozisht mënyrën se si funksionon sistemi shëndetësor në Shqipëri, që ka mira problematika që ju që na ndiqni më mirë se unë i dini, atëherë shikojeni nëpërmjet këtij inserti se si janë përgjigjur ato. A di që urdhri i infermierit bën zgjedhjet e reja? Nuk e di fare. Nuk e di? Urdhri i infermierit bën zgjedhjet e reja, e dini? Jo? Urdhri i infermierit bën zgjedhjet e reja? Jo. Urdhri i infermierit bën zgjedhjet e reja për president? E di. Po kandidatët a i njihni? A dini që urdhri i infermierit bën zgjedhjet e reja? Zonja, e dini që urdhri i infermierit bën zgjedhjet e reja? Më falni, e dini që urdhri i infermierit bën zgjedhjet e reja? Jo? E dini që urdhri i infermierit bën zgjedhjet e reja? Jo, nuk e di. Nuk e dini? Zonjë, dini që urdhri i infermierit bën zgjedhjet e reja? Kush? Urdhri i infermierit. S'di gjë?
Pra, jo vetëm që nuk e din, por as nuk mund të flasi në fakt për ato që nuk din, por kameras tonë gjithmonë i trëmben bluzat e bardha, dhe kjo është e vërtet e pamohueshme. Biles unë gjirasin t'ju vlerësoj për kurajon që merrni që jeni sot në këtë studio Mimoza dhe shukri, por edhe Adela që pret së shpejti të jetë e punësuar në infermierin shqiptare. Keni frikë se mos ju heqin nga puna? Pse keni dalë në televizor? Shukri? Frika ekziston. Një vit ke që ke Një filluar vit punën kam apo jo? dhe isha me kontratë gjatë këtij viti që punova. Isha një herë 3 mujore, një herë 6 mujore dhe pastaj nuk u rinovua më. Ku sipas kodit të punës, pas 9 muajsh punë që mund të punosh në qendrën spitalore, bëhet direkt definitive. Dhe ky fakt nuk ekziston, domethënë. Pra 1 muaj pasi ti, pas praktikës kam përshtypjen, ë? Pas praktikës ndodh kjo, që 1 muaj që ti punon në QSUT? Jo, emrohesh si infermier në QSUT, me emrohesh kontrata me 3 një mujorçe, po. Kuptoj. Dhe pastaj emrohesh domon 6 mujore dhe pas këtij 9 muaj mund të bëhet domon definitive kontrata. Ku këta nuk e respektojnë këtë rregull, domethënë siç është në bazë të kodit të punës. Frika ekziston dhe është e pranishme në çdo infermier të QSUT-s që të përballen o me kamrat o me mbrojtësi, si mund t'i quajmë televizoret që mund të shprehim mendimin ton. Pra nuk mund ta shprehin hapur mendimin e tyre, ëh? Sepse kanë gjithmonë frikën e heqjes nga puna. Dhe sipas insertit që e pamë në insert, Jo, është e qartë, është goxha e dukshme në fakt. E megjithatë janë po këta njerëz që akuzohen për shumë probleme brenda spitaleve tona. Dhe ne me të drejtë duam të dimë arsyeën pse. Mimoza nuk din, sipas ligjit, për sa kohësh duhet të informohen që ka zgjedhje? Thash, unë e nisa, duhen respektuar etapat e procesit zgjedhor. Në fillim bëhen sensibilizime dhe ata duhet kishin filluar me kohë. Sabriu e tha herën tjetër në linjën telefonike që fushata ka filluar që në shkurt. Mirë po, unë me sa kam parë dhe me sa kam dëgjuar, se nuk është asgjë transparent, kanë përfunduar rrethet dhe është Tirana. Po ne po i referohemi Tiranës, aty ku jemi që po na presin dhe për 2 ditë janë zgjedhjet. Të shikosh që shumica e infermierëve dhe nuk janë vetëm tot kameras, po unë personalisht kam hyrë pavion për pavion ku infermierët nuk janë në dieni dhe jam detyruar të kontaktoj me kryeinfermierët. Dhe i kam thënë, juve keni dieni që do bëhen zgjedhjet? Po e dim sepse na kanë mbledhur në mbledhje dhe na kanë informuar që ne do bëjmë zgjedhjet. Okej, po juve i keni përzgjedhur këta përfaqësues që do shkojnë delegat? Po i kemi përzgjedhur. Po si i keni përzgjedhur? Po me të caktuar me konsensus. Okej, dhe kjo qëndron. Por në fakt, këto infermierë përse injorohen dhe të mos marrin pjesë në votimet për urdhrin e infermierit, kur të gjithë infermierët dhe sipas rregullit të statusit, duhet që të gjithë infermierët duhet të mblidhen dhe të japin mendimin e tyre se për kë do kandidojnë, kush jep platformën më të mirë, çfarë i japim ne këtyre infermierëve për të votuar për ne. Dhe kur them që e kanë filluar për sprapthi, sepse në fillim zgjidhen delegatët, të cilët akoma zyrtarisht unë nuk kam marrë asnjë njoftim se kush janë kandidatët për Tiranën, vetëm kam dëgjuar me emër që jemi një herë dalin 3, një herë 4, një herë bëhen 2, një herë njëra jep dorëheqjen, vjen tjetra prap, ose rishfaqet prap ai person, nuk e di se çfarë po bëhet. Por që unë pa marrë konfirmimin zyrtar që Moza ti u aprovove si kandidate për urdhrin e infermierit, atëherë unë duhet filloj fushatën. Në ç'kuptim, jo se ç'duhet të bëj, por unë duhet të informoj të tërë infermierë se çfarë sjell unë për këta infermier, çfarë ndryshimesh mund të sjell, çfarë risie do sjell, dhe të bësh risi sigurisht është ndryshimi, sepse aty ka gjëra shumë për të rregulluar, thash që në statusin e urdhrit të infermierit, që në rregullore dhe në gjithçka. Dhe nuk e di se si e kanë bërë, unë mendoj që e kanë bërë me një përkthim, por që duhen punuar. Është ngjashëm me urdhrin e mjekut. Unë e kam lexuar dhe urdhrin e mjekut dhe mendoj që është shumë i ngjashëm. Është goxha i ngjashëm. Mendoj që duhen adaptuar tamam për infermierin. Jo se nuk shkon, ka gjëra shumë të mira aty që duhen zbatuar, po ai respektojnë këto rregulla. Do me thënë, në qoftë se do dalim edhe një herë dhe unë po shikoj aty në ekran se si një infermier është terrorizuar dhe po vrapon, nuk e kuptoj pse, neve nuk po dalim këtu për të bërë revolucion, ne thjesht po sensibilizojmë të tërë publikun që nga kush përfaqësohemi, si bëhen zgjedhjet dhe kush janë kandidatët që duhet ata t'i marrin me seriozitet për t'i përzgjedhur. Do me thënë, dhe unë sot kur kam shkuar dhe i kam thënë që po ju e dini se cilët janë kandidatët, po nuk e dim. Dhe i kam thënë, po e dini që jam edhe unë? Jo, nuk e dim.
dhe ju e them me sinqeritetin më të madh që kam shkuar në çdo pavion, në 2 ose në 3 pavione dinin që unë isha kandidate për presidenten e urdhrit të Tiranës. Pastaj më mundova të shpalos sa do pak. Tani, domethënë, me sa kuptoj unë që je pretendon si kandidate për Këshillin Rajonal të Tiranës, me që të duhet bësh fushatën për t'i thënë se kush je, çfarë kriterësh ke, çfarë risish do të sjellësh, backgroundi e tjera si këto, duhet edhe ti informosh që ka zgjedhje. Normal. Normal. Por për 2 ditë vendoset apo jo për Tiranën? Po, të premten janë zgjedhjet. Të njëjtën nuk duhet bësh fushat sipas rregullave. Shpresoj të më dëgjoj Sabriu në televizion dhe ta marri në konsiderat që ditën e premte, në ditën e fushatës të paktën të organizoj që gjithë të kandidatët të dalin përpara atit publikut që do votojnë dhe të thonë platformën e tyre se çfarë i ofrojnë urdhrit e infermierit dhe çfarë i ofrojnë këtyre infermierëve. Sepse shpesh thuhet që ata menjëherë gjykojnë infermierët në pakujdesit që kanë, në veprimet që bëjnë, në gabimet që bëjnë, por ama nga ana tjetër ata janë të detyruar që të merren edhe me mbrojtjen e të drejtave të infermieres, është në statut. Dhe ata janë të detyruar të merren me trajnimet e infermierëve, ata janë të detyruar të këshillojnë infermierët për çdo problem që ato kanë. Dhe mendoj që kanë një staf të tërë, dhe ku e bëjnë, se si e bëjnë, ata e dinë. Me thënë, këto do thoja unë se sa të informuar janë. E kuptoj. E ndërkohë ministria është në dieni që keni zgjedhje? Po si rregull duhet që të jetë një përfaqësues i ministrisë duhet të ndjeki procesin zgjedhor. Unë nuk e di se kush është përfaqësuesi i ministrisë. Por me logjikën time, sigurisht që duhet jetë dhe sektori infermieristikës në ministri duhet jetë në dieni për këto gjëra, për këto zgjedhje, ata duhet të kenë kontributin e tyre, ata duhet të kenë atë aksesin e duhur në urdhrin e infermierit dhe nuk duhen anashkolluar në asnjë mënyrë në të gjithë të proces zgjedhor. Edhe dua të theksoj dhe një gjë tjetër. Në lidhje me procedurat e zgjedhjeve, aty thuhet tekstualisht që asnjë kandidat, siç jam unë tjetra dhe tjetra, nuk ka të drejtë të marrë pjesë në procesin e zgjedhjes së përfaqësuesve në zgjedhje. Sepse sigurisht, unë me sa kam parë, aty janë të përzgjedhur, nuk e di, 30 përfaqësues që do vinë për Tiranën, dhe se kush ishin më shumë kryeinfermierët e spitalit, dhe pak i kishte infermiere, po janë zgjedhur thash me konsensus. Jo për të bërë një bashkëbisedim ndërmjet ekipit që ato të zgjedhin më të mirën dhe kjo pastaj të përfaqësojë interesat e tërë ekipit që është raporti 1/39. Deri tani dhe s'ka çfarë të bëjnë dhe ato vetë se ata nuk e din kush janë kandidatët. Por zgjedhjet bëhen çdo 5 vjet, Mimoza. Ne jemi në herën e dytë. Hera e dytë që zgjidhen kryetarët e rrethave për urdhrin e infermierit të Shqipërisë dhe kryetari kryesor, pra. Pas zgjedhjes së kryetarit të Tiranës, zgjedhet edhe presidenti juaj. Si ka funksionuar 5 vite më parë në të njëjtat kushte? Kishit informacion atëherë? Unë mbaj mend që janë bërë zgjedhjet e para dhe unë kam qenë prezent. Nuk e di se si u ndodha edhe unë në kandidaturë aty në presidentin e urdhrit të infermierit në Shqipëri. Di që kisha marrë disa vota, ato u anulluan, por rrëmujën. Ishte bërë pa dijenin tënde kjo punë? Jo, isha unë aty. Po? Gjatë zgjedhjeve që u lajmëruan, u anulluan zgjedhjet dhe janë bërë herën e dytë, nuk e di se ku, nuk e di se kur, vetëm kur morën vesh janë bërë zgjedhjet, të paktën unë kështu e di. Dhe pastaj janë zgjedhur të tërë presidentët rajonal, pastaj është zgjedhur Këshilli Kombëtar i urdhrit të infermierit, që në dokumentin themeltar ne e kemi që të gjithë kryetarët rajonal përbëjnë asamblen, përbëjnë dhe Këshillin Kombëtar. Megjithatë, kjo nuk është një problem i madh, se sa më shumë të ketë, aq më demokratike je. Për mua më shqetëson më shumë fakti që si përzgjidhen, me çfarë kriteresh dhe a janë transparente këto zgjedhje. Që mua më rezultojnë dhe edhe nga inserti që pam, më rezultojnë që nuk janë transparent. Dhe kjo është situata. Dhe kjo është situata. Dhe çfarë unë akoma nuk kam një lajmërim zyrtar që se kush janë kandidatët, nuk e di se kë kam përballë vetes time. Nuk e di me emra. Di që janë 4. Po se kush janë nuk e di. Kam dëgjuar që është kjo është ajo, thash dhe njerë janë tërhequr, janë rikthyer prap. Nëse këto janë gjëra që ndodhin, po duhet parë me shumë seriozitet dhe me shumë përgjegjësi kjo punë. Në qoftë se ai duhet të drejtojë urdhrin e infermierit, do të jetë përgjegjësia komplete e kryetarit të urdhrit të infermierit. Për organizimin që bën. Të trëmb kjo punë? Sepse së shpejti nga bankat e shkollës duhet që të kalosh në profesionin real. Po, faktikisht është të mendosh domethënë që nëse pas nesër ndoshta mund të jem dhe unë. Është të tmerrshme kjo gjë, por që
Të mendosh që do dalësh nga bankat e shkollës, ke mësuar, je Dhe që të përpjekur, përballem me ke marrë kualifikimin e gjëra të tilla. nevojshëm dhe do duhet normalisht të kesh dy valixhe me vete. Në njërin të dish mirë, të kesh të dokumentuar në mendjen tënde në njërin valixhe se si të sillesh me pacientin dhe me familjarët e tij, si të menaxhosh situatat shëndetësore dhe në tjetrën se si të funksionosh brenda këtyre rregullave të shahut. Kësaj lloj loje, e cila me sa shoh unë nuk ka dy anë të medaljes, por është shumë e koklavitur, apo Jo, dhe për ne që jemi me shumë eksperiencë është një pikpyetje shumë e madhe. Në qoftë se unë do shikoj që ka paregullsi, ku do shkoj unë? Jo unë si moz, nuk bëhet fjalë për mua, kur flas unë gjithmonë kuptohet për infermierët, ku do shkojmë ne ta ankohemi? Po ja, do të pyes Shukriu, nëse ke një situatë të çuditshme, po them, jo normale, dhe i akuzuar për një veprim të gabuar, ku mund të shkosh? E ke iden? Përveç se tek krye infermieri i pavionit dhe tek shefi i pavionit, dyert tjera nuk na hapen. Kemi pas edhe probleme gjatë vitit të punës, domethënë që isha në punë, në shtet. Po të bëjmë një krahasim me privatin tani që punoj në privat, është komplet ndryshe. Gjatë 8 orashit të punës në privat kemi supervizor që na kontrollojnë në çdo moment të kohës për vështirësi që hasim, për problemet që kemi me pacientin, na mbikëqyrin 24 orë në 24, si mund të thuash. Për të gjitha problemet e tjera domethënë që është si dita me natën në krahasim me shtetin. Pse mos jetë edhe në shtet kështu? Çfarë mungojnë kur dyert janë, kur institucionet janë, kur të gjitha mundësit i kemi për t'i bërë edhe në shtet. Dhe të gjithë domethënë mundësit janë për të bërë në shtet, pse mos të bëhen pak a shumë si në privat? Ne jemi mësuar me këtë tokë fjalë që në keq menaxhimi i sistemit. Na u desh sa kohë derisa ta pranonim, tani që kemi pranuar duket sikur jemi mësuar me këtë tokë fjalësh dhe ja faturojmë gjithçka e këtij tokë fjalëshi dhe me kaq, por ndërkohë duhet që secili të bëjë diçka që të ndryshojë situata. Nga keq menaxhim të kalojë në menaxhim, nuk po themi në mirë menaxhim, po të paktën në menaxhim. Në menaxhim, po kush duhet ta bëj? Po kush të lejon? Ne i përmendëm dhe radhës që kaloi. Do me thënë, ekziston një sektor... E vazhdojmë në pjesën e dytë, Mimoza, e vazhdojmë gjerësisht, sepse duat të ndalem në shumë pika të këtij dokumenti që ju keni, që i shoh të rrëzuara totalisht dhe asnjëra prej tyre të zbatohet në realitet. Ne vazhdojmë të flasim ndërkohë pikërisht për kriteret e zgjedhjeve që pritet të zhvillohen për kryetarët e rinj, për kryetarin e ri të Tiranës për urdhrin e infermierit të Shqipërisë, por jo vetëm, në maj pritet që të zgjidhet edhe titullari kryesor i këtij institucioni, i cili në fakt në çdo 5 vjet bën zgjedhje, ka në praktikën e tij që të shohë të një herë në 3 vjet të rilicencojë infermierët e punësuar, por jo vetëm të shohë nëse zbatohet ose jo kodi i infermierëve të Shqipërisë, nëse ka ankesa nga pacientët në drejtim të infermierëve, apo edhe nëse ka anasjelltas ankesa nga ana e infermierëve në drejtim të sistemit shëndetësor në përgjithësi. Për këtë ne po flasim sot dhe po mësojmë në fakt që për zgjedhjet të cilat kanë nisur në qarqe të ndryshme të vendit për kryetarët e infermierëve të Shqipërisë, për Tiranën pritet që kryetari të zgjidhet të premten e ardhshme, ndërsa në maj pritet që të zgjidhet titullari kryesor, pra presidenti i urdhrit të infermierit të Shqipërisë. E megjithatë, siç po shohim, infermierët që janë jo pak, rreth 16.000 në të gjithë Shqipërinë, shumica e tyre nuk kanë informacion, nuk kanë dieni se kush janë kandidaturat, backgroundi i tyre, kriteret që kanë, risit që do të sjellin, pra nuk kanë informacion të detajuar se si po zhvillohen këto zgjedhje. Ai sa mua më lind natyrshëm batuta në fshetësi të plot. Normal. Në fshetësi të plotë Ty të dashur të mësosh ca gjëra, Mimoza, sepse ke patur edhe vetë predispozicionin për të kandiduar. Dhe normalisht je nisur nga agjenda jote personale për të marrë informacion. Por sa e sa infermierë të tjerë, të cilët nuk e kanë në agjendën e tyre personale kandidimin në urdhrin e infermierit të Shqipërisë, nuk e kanë marrë mundimi pra që të kenë informacionin e nevojshëm.
Atëherë, cila është pyetja? Ndërkohë që ky duhet ishte i listuar apo jo? Normal, edhe aty për të kandiduar janë kriteret, domethënë aty thuhet që të zgjidhen njerëzit më të aftë, njerëzit që kanë shpalosur ide, që kanë sjellë risi në infermieristik, që kanë sjellë ndryshime në infermieristik, njerëzit që kanë bërë projekte dhe i kanë zbatuar ato, dhe njerëzit që kanë aftësi gjykimi për të vlerësuar koleget e tyre në praktik. Domethënë dhe nuk mund të zgjedhësh infermierët e sapo dalë nga bankat e shkollës pa eksperiencën e duhur. Të paktën flitet mbi 5 vjet. E mira do ishte edhe 10 vjet. E mira do ishte sa më shumë aq më mirë. Domethënë që ata të kenë bërë trajnime të ndryshme. Por nëse do i flasim rilicencimit të infermierëve, ku thuhet që duhet të testohen, të vlerësohen dhe të shikojnë sa kredite kanë marrë. Domethënë nëse ne jemi tani në prag të rilicencimit sepse kemi mbaruar mandatin e parë. Përgjatë këtyre 3 viteve të para, ose 5 viteve të para, po e themi, meqenëse kanë qenë fillimi për urdhrin e infermierit, ne njohim dhe vështirësitë, nuk mund ta mohim dot kontributin që ato kanë dhënë, punën që kanë bërë, por ne jemi gjithmonë për të rritur cilësinë. Nëse ne sot vim flasim, jemi vetëm jo tendencioz dhe jo për të ulur poshtë vlerat e gjithë secilit sado pak që kanë bërë, por jemi thjesht për të rritur cilësinë. Çfarë do thotë kjo? Kur themi rilicencim, personalisht unë po marr veten time, duhet të shkoj dhe të paraqes sa kredite kam marrë në këto 5 vjet. Megjithëse sa kam dëgjuar thonë që kjo do hyjë në fuqi në vitin 2014. Por kush mi ka ofruar mua këto kredite? Po ndërkohë ka patur një fushat paracakosh, mos gaboj, nga urdhri i infermierit të Shqipërisë për të bërë ricertifikimin e Ka filluar ricertifikimi. Ka filluar. Në cilat kriterë është bazuar kjo fushat, ky ricertifikimi i infermierëve? Pikërisht këtë po themi, domethënë në këto 5 vjet çfarë trajnimesh janë ofruar këtyre infermierëve që ato të marrin kreditet e duhura. Dhe pastaj jemi në vend të plotësojnë disa kredite. Një numër të saktuar kreditesh. Unë nuk e di se sa është numri, 10, 15, se sa do e vendosin. Dhe si plotësohet ky numër kreditesh? Në trajnimet që duhet bësh, nëpër seminare, për shembull, ka seminare që janë me 5 kredite, me 3, me 10, varet sa orë kanë brenda ditës. Por, ajo që mua më shqetëson është që këta infermierë nuk duhet të shkojnë thjesht si kuklla në për këto seminare për të marrë ato kredite, të cilët na rezultojnë që nesër dhe nuk i duhen. Por infermieri duhet të bëj vetë vlerësimin e tij, siç ndodh tek higjea, siç ndodh nëpër privat, siç ndodh nëpër botë, ku infermierët e gjen vetë ku e kanë atë problemin që s'shkon, ku e kanë mangësinë, ku e kanë atë defektin dhe për këtë ata bëjnë një kërkesë formale tek kryeinfermieria, e cila e duhet ja dorëzoj kryeinfermieres përgjithshme dhe këto më vonë pastaj për të organizuar trajnimin e vazhduar. Nëse do t'i referohemi pastaj gjithmonë urdhrit e infermierit, çfarë ka bërë në këto 5 vjet? Nëse do futesh në internet dhe klikon aktivitetet e urdhrit e infermierit, thon formimi i vazhduar së shpejti. Kanë kaluar 5 vjet dhe asgjë nuk është bërë. Dhe nëse do dalim pastaj si në vendin e paradokseve që jemi, po këto njerëz të trajnuar, pse nuk kreditohen? Domethënë kanë ardhur njerëz nga Amerika, infermier nga Amerika, nga Franca, me trajnime 3 mujore, 6 mujore, 1 vjeçare, me trajnime 1 javore, ose me trajnime edhe brenda Shqipërisë. Pse nuk quhen këto shkolla? Kaq të mrekullueshme do t'i quaja, dhe nuk janë pak. Po janë shumë infermierë që kanë bërë shkolla të mirëqëna për kuadrët të shëndetit në Francë. Kanë bërë shkollat shumë të rregullta në Amerikë. Kanë bërë në Bullgari, kanë bërë në Rumani, kanë bërë në Turqi, kanë bërë në Greqi. Atë ku futen këto? Dhe jo thjesht shkollë infermierie, kjo është pas infermierisë, të cilët këto automatikisht duhet të marrin kreditet e duhura. Dhe kur kemi pyetur dhe kemi ngritur në problemet nëpër seminare të ndryshme, kanë thënë çfarë është bërë, tani çfarë do bëhet. Po si mund t'i humbësh tërë këto vlera? Si mund t'i humbësh? Pastaj në krye të këtyre trajnimeve, jam shumë kurioz të di kush do jetë. Kush do t'i trajnoj këto njerëz? Ne kemi njerëz të certifikuar për mësimdhënie dhe kanë dhënë prova nga ndërkombëtarët, janë certifikuar nga ndërkombëtarët, kanë marrë referenca të mrekullueshme nga ndërkombëtarët, të cilët këto duhet të vazhdojnë trajnimin e vazhduar të infermierit, të cilët dhe kjo është një projekt më vete, ka kriteret e veta, që ne na duhet një temë e veçantë vetëm për të bërë se si duhet bërë trajnimi i vazhduar i infermierëve. Domethënë, çfarë ka bërë urdhri i infermierit deri tani? Unë nuk di. Të paktën nuk di. Kemi bërë një herë në vit nga një konferencë. Nëse do t'i futem aktiviteteve brenda, kanë bërë konferencat e tyre një herë në vit, po tjetër
Ku janë trajnimet? Përse duhet për mbarvajtjen e këtij institucioni? E thash, ne paguajmë 1.000 lekë të vjetra në muaj. Ndërkohë, vetëm një moment, Mimoza, ka një interesim të jashtëzakonshëm në fakt nga ana e infermierëve të Shqipërisë, janë duke na ndjekur. Në këto momente unë do të ndaj pak momente bisedë telefonike me një tjetër infermier, Sajmir Kullolli, në mos gaboj. Përshëndetje. Më dëgjoni, zoti Kullolli? Po të gjej shumë mirë dhe po ndjek dhe Mimozën, fakt. Po. Në rast parë desha t'ju falenderoj se emision televiziv që prekni këtë fushën e infermierisë së shprekur nga asnjë media deri në sot. Jo, duam ta prekim sepse është shumë e rëndësishme për të kuptuar dhe qytetarët se çfarë ndodh në fakt me ju kur ka probleme të ndryshme që ndodhin në spital dhe kur cënohet jeta e pacientit, atëherë duhet të shohim një çik në sfond, çfarë ndodh në sfond dhe prandaj duam të zbulojmë më shumë. Po, zoti Kullolli. Të gjitha ato që tha Mimoza janë të vërteta, por unë doja ta shtoja problemin në një fushë tjetër. Problemi është problemi jonë infermierëve i edukimit në vazhdim i gjithë problematikës që shtrohet Mimoza aty. E ka zanafillën se shkolla e infermierëve që praktikisht është një fakultet i dytë në IE mjekësisë, sepse që nga dekani deri ka 97% e pedagogëve janë mjekë. Dhe praktikisht në gjithë vendet e botës ku kemi parë neve, asnjë shkollë infermierie nuk ekziston në këtë lloj forme, ky është model atipik, domethënë si shumë gjëra që ndodhin këtu në vendin tonë. Dhe me të drejtën unë e kam pas shumë problem të që ta shpreh shumë media dhe shqyqyr që në dha dhe rastin nëpërmjet jush. E para, e dyta, kjo është një problematik për punën e shkollës infermierëve, të cilat duhet ta ngrinte urdhri infermierit me kohë. Nuk duhet priste që të vinë zgjedhjet e radhës të urdhrit të infermierit, të vinë që ato të grejnë problematikat e caktuara. Problemi sipas jush, zoti Kullolli, fillon që në shkollë, pra që nuk ndiqeni nga në bachelor që marrin ato, sepse praktikisht ato edukohen nga mjekët, jo nga infermierët, ndërkohë që infermieria është shkencë më vete, është profesion më vete, ashtu si shumë profesione tjera që konvergojnë në spital, si është biomedikali, si është ekonomia, si që anë to, është dhe infermieria që është fushë vete, shkencë vete, dhe duhet drejtohet dhe duhet edukohet to nga infermierët, se si e dim ne profesionin, nuk e di një mjek, ashtu si nuk dim dhe ne profesionin e mjekut në tërësi. Vërtet, pra janë të ndara profesionet, po më thua, dhe kjo fillon që në bankat e shkollës. Në fakt, mua më bëri përshtypje se të martën e kaluar kisha një infermiere me 40 vite eksperiencë, e cila kishte dalë në pension, por që nuk ishte dhënë asnjë mundësi as për të dhënë leksione dhe as për të trajnuar infermierët e rinj. Dhe më duk vërtet e çuditshme dhe paradoksale. Mendova se ishte vetëm për rastin e saj, ndoshta ishte personale, por ti po më thua që në të vërtetë kështu ndodh, pra, infermierët e rinj marrin leksione nga mjekët dhe jo nga infermierët e vjetër. Po, dhe kjo praktikisht nuk duhet të ekzistojë, domethënë, nuk ekziston në vende të tjera, se kemi parë gjëkundit, paktën ku kemi preke, ku kemi ashtu. Unë jam një infermier me eksperiencë pak në spital, dhe në përmendimin tim nuk e di. Në ku punoni, zoti Kullolli? Në cilin spital punoni? Jam tek urgjenca e smundjeve të brendshme. Urgjenca e smundjeve të brendshme, po. Po, infermieria shqiptare në këto 5 vitet e fundit për mendimin tim ka rënë poshtë dhe u ndërprej një hovë që pati nis me bashkëpunimin me shkollën e infermierëve të Zvicrës, që nxori shumë kuadra të përgatitur e kështu dhe pati një rritje të caktuar rreth viteve 2000 dhe pastaj me krijimin e situatave të reja dhe politike dhe organizative spital të gjithë dolën jashtë lore në kuptimin që s'janë më në pozicione drejtuese, nuk janë në pozicione edukimi e kështu dhe aty filloi dhe ta tërpjeta infermierisë si profesion. Megjithatë nuk e shoh si problematik të gjatë, sepse do vi dhe momenti që të gjithë ne që kemi eksperiencë, kemi formimet e duhura, do vi moment që do mblidhemi dhe do kërkojmë atë të drejtë që i përket infermierisë praktikisht, jo individualisht, domethënë. Pra do vi dita kur profesionistët të dalin në krye, po më thua zoti Kullolli. Besoj do jetë shpejt, domethënë, sepse ne jemi bllokuar gjithë ato segmente, qoftë urdhri infermierit, qoftë drejtimi spital, qoftë drejtimi në këto poliklinikat ambulatore dhe kështu, janë vënë njerëz me thënë drejtën pa kontribute në infermieria, se mund të jenë shumë shumë përgatitur kështu po. Në infermieri s'kan kontribute, ndërkohë që vetë shteti shqiptar nga viti 2000 deri në vitin 2004
ka marrë një kredi nga qeveria Zvicerane për të trajnuar në edukim dhe në drejtim shumë nga këto infermierat që kanë qenë atë kohë në QSUT. Domethënë janë para që janë vjerë nga kredite buxhetit shtetit për trajnimin tonë dhe ne hidhemi në rrugë apo hidhemi në pozicione kështu që duke përfshi edhe vetën në këtë mes edhe gjithë një plejat kështu infermierë që realisht janë të përgatitur për të drejtuar në mënyrë shëmbullore shërbimet edhe që jo dhe për të dhënë në mënyrë shëmbullore mësim në shkolla e infermierisë. Kam dhe një pyetje delikate, zoti Kullolli. Përse nuk pranojnë infermierët të dalin hapur? Unë kam Mimoza Kalan sot në studio, ju kam ju në lidhje telefonike, kam dhe një infermier të ri dhe një studente, por do doja të dëgjoja më shumë. Do të vazhdoj të flasë edhe për pak minuta me zotin Sajmir Kullolli, infermier në urgjencën e Qendrës Spitalore Universitare në Tereza në Tiranë. Ai është në linjë telefonike në këto momente. Përshëndetje edhe një herë zoti Kullolli, kërkoj ndjesë për këtë shkëputje për shkak të lajmit të fundit, por ju e dini zhvillimet politike kanë kohën e tyre në këtë periudhë. Drejtove që pse infermierët kanë frikë apo nuk ashtu të dalin apo. Pikërisht, unë ju pyeta që përse nuk dilni të flisni hapur. Ka dy probleme kryesore në këtë histori. Problemi i parë është ai frikës që ekziston gjithë administratën, me të drejtën, kanë frikë dalin kështu se mund të heqin nga puna, i bëjnë presion. Frika e heqjes nga puna, po. Që është një nga arsyet. Arsyeja e dytë pastaj është qoftë urdhri i infermierit, qoftë shoqatën kombëtare të infermierëve të Shqipërisë, qoftë sindikatën e infermierëve apo të mjekësisë në Shqipëri, i menaxhon po një individ. Ndërkohë që ka kështu konflikt interesit hapur, pa pajtueshmëri, pozicione të gjitha domethënë, por që to i kalon kështu shteti jonë, i famshëm, domethënë i kalon me kështu me heshtje, me edhe një herë, dua ta kuptoj edhe një herë, zoti Kullolli, një individ më thatë përfaqëson disa sektorë të ndryshëm të infermierisë? Po, urdhrin e infermierit, shoqatën kombëtare të infermierëve të Shqipërisë, sindikatën e mjekësisë edhe atë kur kreditin është një institucion financiar. Domethënë po një individ i ka të katra këto që janë elemente kështu dhe në gjykat nuk mund të hapë shoqat të njëjtë kombëtare të infermierëve sepse ekziston një dhe nuk mund bësh dot dy, domethënë, kështu që do fillosh të thet ndroshe emrat, ato emrat janë jo s'është kombëtare, jo është kombëtare, kështu që kjo është problematika e dytë. Kjo është problematika e dytë, po jam duke u kuriozuar në këto momente që ju dëgjoj dhe kam përshtypjen se kjo është problematika kryesore. Po tashmë unë radhita kështu, se e para është vendi bukës, vendi punës, është buka e gojës, që bën presion. Heqja nga vendi punës, po. E kuptoj. Okej, zoti Kullolli, unë ju falenderoj për ndërhyrje në këto momente. Do doja që të vazhdoni me rubrikën tonë për shëndetësinë e emisionin Urbanika dhe t'ju kisha një ditë tjetër në studion e emisionit tonë, gjithmonë nëse keni dëshirë të flisni hapur. Po patjetër, faleminderit, shpresoj që të realizojmë një shumë shpejt, domethënë, po duhet ta bëjmë çik më të gjerë, më shumë aktorë në studio, me eksperiencë, pa eksperiencë nuk ka rëndësi, domethënë. E kuptoj. Edhe diçka besoj do mblidhemi për një kështu. Po. Edhe diçka të fundit, zoti Kullolli, kjo që më thatë e fundit, pra përveç frikës së heqjes nga puna, fakti i dytë që më thatë që një individ drejton 4 institucione që ju përfaqësojnë juve si infermier, sa rëndon tek pacienti shqiptar, sepse pacienti është kryefjala e emisionit. Po kjo rëndon sepse infermieri po të ndjej infermier praktikisht i bie që të japi 50% të rezultatit punës në punë. Kur s'ka garancinë e punës, kur s'ka formimin e duhur, kur s'ka gjitha domethënë pra ndëshetuara, nuk është thjesht sepse i ka një individ, domethënë. Ju po prekni se po kthehem edhe herë në temë dhe në emision, po prekni edukimin e vazhduar. Por ne ku do ta bëjmë edukimin e vazhduar? Ne kemi institucion që na akrediton ato pikët për akreditim, që kanë mjekët për shkakun, që kanë qendrën kombëtare të akreditimit, kanë një kohë për 150 kreditesh për 5 vjet që të rilicencohen. Ne nuk e kemi këtë. Dhe ne nuk po kërkojmë tash që të ngejmë institucion nga e para, po mund të jetë një brand qendra kombëtare akreditimit dhe edukimit i vazhdim që të mbuloj pjesën e infermierisë. Kemi se ku do t'i çojmë dokumentet, por ne marrim pjesën për kompetenca të ndryshme mjekësore që aq janë të akredituara dhe po shkon të marrin një certifikat.
ndërkohë që s'kemi as vend as pozicion aty në këto aktivitete mjekësore që organizohen. Kështu që ka ardhur koha tash edhe për një reformë në fushën e infermierisë, qoftë urdhri infermierit, qoftë ashtu, sepse ka njerëz që janë me të vërtetë të përgatitur, certifikuar ne në rrjetin ton të Facebookut, kemi infermierë që janë regjistruar te urdhri infermierit amerikan me shumë përvojë, me shumë eksperiencë, me shumë kështu, dhe nuk është se na mungojnë thotë, se ne na mungon thjesht organizimi, apo ato që kanë dorë bëjnë organizime nuk i bën në mënyrën e duhur, në formën e duhur, apo edhe në kohën e duhur, domethënë. Unë të garantoj që po të kalosh në drejtorinë e edukimit vazhdim në spital, si gjej infermier pas e ditë edhe sot që po mbyllet 5 vjetori i urdhrit infermierit. E kuptoj. Kështu që të çalon, thash dhe në fillim, do të çalon që të edukimi artë bachelor, që është shkolla e infermierëve, dhe vazhdon pastaj gjithë historia me këto rëmuja që janë infermieristik, domethënë. E kuptoj. Shpresojmë që të ndrojmë çik gjëra këtu në drejtime, që të marrim çik prymë edhe profesionalisht, edhe sepse me këtë profesion kemi lidhur jetën, edhe kështu që kërkojmë më të mirën sigurisht, domethënë. Kur janë mundësi që të bëhen, se ne po kërkojmë bën trajnime në Amerikë, në Washington. Ne kërkojmë që në Shqipëri të krijohet një institucion që të na mbulojë neve për pjesën e trajnimit, edukimit, e gjitha, që rilicencimi të jetë me parametrat asaj Evrope ku ne duam të shkojmë, domethënë. Ju keni studiuar në Shqipëri, zoti Kullolli? Urdhot lutem? Keni studiuar në Shqipëri për infermieri? Unë praktikisht domethënë kam bërë dhe këtë lartën që thonë këto, po unë jam infermier i Vlorës, i shkollës mjekësore Vlorës, në të gjitha prezantimet që bëj ashtu prezantohen. Kam bërë të mesme mjekësore në Vlorë, janë i Mingën. Okej, ju falenderoj, do doja shumë që një të marrë tjetër apo një tjetër ditë të javës t'ju kisha në studion e emisionit Urbanika. Po me kënaqësi më të madhe do të vi, domethënë, edhe kështu që ta premtojse. Faleminderit. Edhe besoj që studio do flasim sik të më hapur, më gjerë, më kështu domethënë. Patjetër, me fakte konkrete. Faleminderit zoti Kullolli. Faleminderit juve, mirupafshim. Shumë interesante gjithçka që dëgjova nga ky infermier i urgjencës në QSUT, i cili preferon me modesti ta quaj veten infermieri i Vlorës. Më pëlqeu kjo. Po e marrë si batut për komplimenta, më pëlqeu për modestin që ka. Dhe dua të them, një person, një individ, ban 4 poste, kush është ky person? Flasim gjithmonë për zotin Sabri Skënderi, duket sikur e kemi kthyer në personale këtë punë, por po prandaj edhe unë jam i çike ngurtë sot. Do kisha dëshirë që të ishte këtu dhe zoti Skënderi, në fakt. Edhe unë jam i çike ngurtë sot në këto thënjet, në këto deklaratat kaq të forta që po japin kolegët e mi. Po. Sepse do dukej sikur është personale, do doja të ishte më mirë përballë, sepse është ndryshe kur flet përballë, ndryshe kur flet në distancë apo në linjë telefonike. Sigurisht që jemi të shokuar. Jemi të shokuar sepse të jesh në këto poste është një përgjegjësi e madhe. Dhe kur shikon se si infermieria shkon gjithmonë në regres, atëherë përgjegjësia e kujt është? Përgjegjësia e kujt është jo vetëm të mos kërkojmë pastaj çfarë bën kryeministria e përgjithshme e QSUT-s, çfarë bën ministria, çfarë bën kjo. Vetë presidenti i urdhrit infermierit, duke pasur dhe shoqatën e infermierëve. Ndërkohë, moza më lejo të them, ashtu siç foli zoti Sajmir Kullolli në lidhje telefonike, unë do doja që meqense janë duke na ndjekur infermierët e Shqipërisë në këto momente dhe po i kushtojmë vëmendje atyre, nëse doni të ndërhyni në këtë emision me argumentat tuaja, ju lutem mos nguroni, emisioni është i hapur. Po moza. Atëherë, në qoftë se do të kishim me këto, po e marr shembullin vet. Në qoftë se unë do bëj 3-4 punë në një tetorsh, është e pamundur të kesh produksion. Është e pamundur të kesh cilësi. Domethënë, o do lesh një gjë ose do lesh një punë tjetër. Ne veti kemi kërkuar di çfarë po bën me trajnimet e vazhduara të infermierëve, kur ne kemi kontingjent. Kur themi ne që janë infermierë të trajnuara në Francë, Amerikë, në kudo në vendet e botës, ne e kemi krijuar atë celulën e trajnimeve të vazhduara të infermierëve, siç e tha dhe kolegu im Kullolli, të cilët neve deri në vitin 2005 e kemi vazhduar dhe kemi certifikuar kaq shumë kryeinfermiere në të gjithë Shqipërinë. Unë e kam përmendur dhe në emisionin tjetër. Por që përse u ndërprek ky projekt? Do me thënë, çdo të thotë kjo.
Neve i kemi kërkuar atëherë ministrisë që ta vazhdojmë vetë këtë projekt dhe biles jemi treguar kaq të sakrificës sa kemi thënë nuk duam që të kemi pagesë, por këtë do ta bëjmë me kontributin ton, me iniciativën ton, me dëshirën më të madhe tonën që infermierët që janë kolegët e mi sot që nesër të jenë shumë të përgatitur dhe të vijen përballë meje dhe unë të mos lodhem duke u marrë gjatë 8 orë shitim të punës dhe me infermierin e ri. Tani përgjegjësia e kujt është? Tani përderisa ai ka marrë përsipër dhe ka angazhuar që do të krijojë vazhdimin e trajnuar të infermierëve dhe deri tani ne nuk shikojmë as edhe një titër, do me thënë, por po të shikosh edhe në përkonferencat janë disa leksione jo të nivelit që ne pretendojmë. Të mos flasim tani leksione për smundshmëri, por ne duhet të hedhim në përkonferenca çfarë projektesh të reja sjellin infermierët, çfarë risish të reja sjellin, çfarë metodash të reja në organizim, çfarë metodash të reja në komunikim. Unë mbaj mend dhe dua ta përmend kur nga Spitali Igjea na vjen në konferencën e fundit infermiera referente për edukimin e vazhduar atje me një temë që na ka lënë me gojë hapur, se si komunikonte ajo me të smurët në reanimacion. Sinqerisht dhe unë që jam infermiere në eksperiencë, kam mësuar shumë nga ajo që ishte shumë herë më e re se mua. Ne për këto kemi nevojë, për shkëmbim eksperiencash. Pa inate që kush është Moza, kush është Shukriu, kush është Adela, çe duam këtë, çe duam atë. Ne kemi nevojë për të gjithë për njëri tjetrin. Dhe përgjithësia sigurisht është se këtyre që drejtojnë këto institucione, këto shoqata, këto sindikata, sepse po ta marrësh në qoftë se po e marrim sindikatën dhe urdhrin e infermierit. Sigurisht që ka konflikt interesash aty brenda. Ai përdor pushtetin e urdhrit të infermierit për t'i antarësuar në sindikat, po ai përdor sindikatën për t'i hedhur në grevë infermierët për interesat e urdhrit të infermierit. Ku duhet të ankohemi ne nëse ne kemi një gjykim jo të drejtë të infermierit? Ku janë këto shoqata që na mbrojnë? Ku është kjo sindikat që nuk ndihet, por ndihet vetëm atëherë kur ata duan? Dhe unë shpresoj që të gjithë infermierët të më dëgjojnë dhe të gjithë infermierët të më mbështesin dhe sinqerisht e them me një mesazh shumë të dhimbshëm, boll më se nuk ka më kuptim të vazhdojmë në këtë gjendje. Nuk ka, do të thënë jemi kthyer si në disa metoda Bashi Bozukush që vetëm njëri në majë të Kolltukut këmbë kryq dhe urdhëron me gishtin drejtues, ti do bësh këtë dhe ti do shkosh këtu, ti do shkosh atje, unë do të marr në komision, unë të heq nga komisioni. Kjo është e turpshme, mua më ka ndodhur vetë. Mua më ka ndodhur vetë vetëm se ngrita zërin tek urdhri infermierit që sfirmosa një gjykim, edhe po në herën tjetër unë s'të marr fare, tha, po ç'është kjo? Po ku jemi këtu? Do të thënë të gjithë duhet gjykojmë dhe të gjithë duhet ta mendojnë mirë se për kë do të votojnë. Sinqerisht nuk është asgjë personale dhe nuk e kam në një problem të madh nëse zgjidhem unë apo jo. Unë po e deklaroj sot që unë e kam të humbur zgjedhjen. Po, betejën, por kjo do vazhdoj shumë herë edhe më tej. Dhe për këto, siç ata dhe Sajmiri, ne do mblidhemi të gjithë infermierët dhe unë i kam në mbështetjen time, në mbështetjen të gjithë infermierëve për të mbledhur dhe për t'i vënë pikat mbi i infermierisë. Infermieria nuk duhet jetë më një kaos. Infermieria nuk duhet jetë më në dorën e vetëm të një personi. Dhe kush është, çfarë trajnimesh ka, çfarë ka bërë për këtë infermieri, ka bërë ai sa ka bërë, thash meritat kur nuk do t'i humbin, por aman ne kërkojmë cilësi. Ne kërkojmë cilësi dhe duhet të jenë shumë transparent në çdo veprim që ato do bëjnë, se ne do jemi sy edhe vesh në të gjitha veprimet që ato do ndërmarrin. Zoti Sabri Skënderi është në komunikim telefonik në këto momente, presidenti i urdhrit të infermierëve të Shqipërisë. Përshëndetje zoti Skënderi. Përshëndetje. Nuk gjendeni në Tiranë, zoti Skënderi? Jo, unë të shti po kam ndaluar në një lokal në Durrës duke ardhur edhe sepse morë një ty në telefon që këshu dhe thash unë po ndaloj që ta dëgjoj dhe ta shikoj do më thënë ato. Po, sepse ftesës tonë për të qenë i pranishëm në këtë studio e refuzuat, po. Duhet ju përshëndes juve si televizion dhe duam... Kam vetëm një pyetje të drejtë për drejtë, ju lutem, zoti Skënderi, një pyetje të drejtë për drejtë. Mi që unë jam e figurë, ju jeni thjesht në telefon, kam përparësi, kam përshtypjen. Do ta hiqni nga puna, do të ndikoni në heqje nga puna të zënjës Mimoza Kalaja, mi që po flet hapur në këtë studio? Shko, ndaj do të sqaroj tani pozicionin për teleshikuesit sepse infermierët e Shqipërisë e njohin Mozën, më njohin dhe mua, e njohin dhe atë Sajmirin. Që të dy këta kanë qenë unë ai që i kam vlerësuar, i kam aktivizuar dhe jam munduar që t'i mbaj në staf dhe t'i aktivizoj për të mirën e infermierisë. Në qoftë se ata kanë mbetur larg këtyre stafeve, ashtu siç mendojnë, ajo është aftësia e tyre. Tashi,
Zoti Skënderi, ne na intereson sepse këto që ndodhin pas skenave tuaja, na intereson t'i bëjmë publike dhe t'i zbulojmë, sepse dalin në sipërfaqe me ato çfarë ndodhin pastaj me pacientët. Dhe përparësia jonë është pacienti në këtë rast. Dhe pacientët janë ata që janë duke na ndjekur dhe duan të kuptojnë se çfarë ndodh me ju, përse funksionon këj sistemi. Derisa na vet 2 minuta fjalën më lë. Është unë do të sqaroj gjithë opinionin. Jo, unë ju lash 2 orë gjysmë emision, zoti Skënderi, po ju nuk erdhë dhe jam i detyruar të dëgjoj në telefon. Është i pari urdhër profesional që po organizon zgjedhje të hapura dhe i ka me fillimin e tyre në muajin janar ka organizuar konferencë shtypi nëpërmjet shtypit mediatik dhe shtypit të shkruar në 7 gazeta që unë i ruaj, që është botuar që të fillojnë zgjedhjet në organet e urdhit të fermierit. 1. E dyta, në faqen e urdhit të fermierit që nga data 1 shkurt ka një rregullore për mënyrën për të drejtën e kandidimit të gjithë anëtarëve dhe janë kriteret kush kandidon dhe për gjitha nivelet e zgjedhjeve. Përveç medias publike, medias vizive, të shkruar ne kemi një faqe që punojmë me urdhin, verifikohet faqja dhe shikohet që aty është botuar një rregullore dhe fillimi i fushatës zgjedhjeve për të gjitha organet. Por jo të gjithë kanë kohë të lexojnë gazetat apo të lexojnë online, ndoshta ju duhet shkoni pranë këtyre njerëzve të informoheni që ka zgjedhje. Kam shkuar vetë në institucione, atje ku punojnë këta 2 kolegët që parafolin. Me që SUT dhe kam mbledhur atje 82 kryefermierë para 1 muaj, edhe i kam thënë që ka filluar fushata siç i ndjeni. Do të punonin për shërbimet tuaja edhe sipas rregullit do zgjidhni delegatët që do vinë të marrin pjesë në zgjedhjen e drejtuesve të organit të urdhit të fermierit. Të gjithë fermierët kanë të drejtë të kandidojnë. U kam thënë që sipas raportit që është përcaktuar nga Këshilli Kombëtar, 1 në 35 anëtarë ka Tirana do të jetë delegat për të fajsuar Tirana. Po dhe kush janë kandidatët për Tiranën? Mua më vjen keq, mua më vjen keq, sepse ajo zonja që është aty në studio, ka qenë vetë në kongresin e sindikatës dhe është zgjedhur dhe kryetare gruas për sindikatës i fermierëve. Dhe nuk e di çka bërë apo ç'ka bërë. Pra është antare kryesisë. Pra është njëri që është fut në tavë, nuk është pezulluar, po se ka mundur ajo se çka bërë di vetë. E dyta, ai kolegu parafolës kam qenë unë kryeferim i përgjithshëm kur më duhesh një kryefermier dhe duke menduar se kishte brumë dhe kishte diçka për të dhënë, e çova e bëra kryefermier. Ai i di të mos di që ato fondet e Zvicerianit janë si citostatikët, që mund i fush në xhep e mund i vjedhësh. Duhet të di që europianët lekët e tyre i kontrollojnë vetë 1 me 1, e i duan të gjitha kokër më kokër, po nuk ka bërë shumë ai me europianët, nuk i di këto, po duhet të di, unë nuk po ja quaj akuzë, sepse quaj nga padia atë që tha që janë marrë fonde nga Zvicra dhe janë shpërdoruar, sepse janë vetë Zvicerianët që i mbikëqyrin fondet deri në fund. Për sa i përket atyre detyrave të tjera, unë di edhe unë jam ai që kam kërkuar, sepse e kam dhënë dorëheqje nga shoqata, edhe nga sindikata, por i kam mbështetur fuqishëm ato, sepse na duhen që të treja në unison për të mbrojtur të drejtat e fermierëve dhe për të ngritur zërin e fermierëve. Edhe unë nuk të mora në telefon edhe një herë për të dhënë përgjigje këtyre, se ata i takoj nesër, i ftoj në kafe dhe i sqaroj. Problemi im është që jeni pari televizor që po i jepin rëndësi i fermierisë dhe kjo më pëlqen dhe më intereson që të vazhdoj kështu. Edhe pse dikush më mori në telefon dhe më tha që më duket se po i bëjnë fushat kësaj kandidate, sepse Moza është kandidate për president dhe urdhit të Tiranës. Edhe duke nxjerrë në televizion 3 janë rresht, duhet kishit marrë dhe 3 kandidatë të tjerë, se janë 4 ata. Po kush janë? Ata i ti Moza, është edhe Eglantina, është edhe Valbona, është edhe ai tjetër, janë 4 veta. Janë 4 për Tiranën. Dhe ajo duhet thoshte që jemi 4 kandidatë, sepse i ka parë listën dhe është informuar. Megjithatë, është e drejta e saj të flasë si të dojë, sepse është e drejta dhe gjithë fermierëve të konceptojnë, të njohin njerëzit, të vlerësojnë sënjet e tyre. Zoti Skënderi, edukimit të vazhdueshëm. Edukimi i vazhdueshëm duhet ta kuptojë mirë ajo. Nuk është detyrë e urdhit i fermierit, as e nisë, sepse edhe po të jetë nuk e bëjnë dot kurrë asnjëri. Ajo është një detyrë individuale e çdo personi që duhet punoj për edukimin e tij. Pastaj është e ekipeve, institucioneve që duhet ta bëjnë në mënyrë të pavarur, që duhet ta bëjnë ato kryefermierët apo fermierët në pavione. Urdhri i fermierit si aktor në këtë fushë, edhe pse si jemi në sistemin e ricertifikimit, siç janë mjekët dhe stomatologët, po bën një luftë të madhe që të futemi dhe ka filluar domthonjë që të bëjë aktivitete për të mos u gjendur nesër i fermierët pa përgatitur, përballë një risie të tillë që
do jetë riklasifikimi me kredite. Por ne si kemi patë të detyrueshme, sepse ka një urdhër ministri që ne jemi jashtë atij programi. Dhe ajo duhet të di mirë që pos që në mënyrë individuale, pos u bëj institucionale, që çdo qendër çdo spital, çdo shërbim të bëj edukim të vazhdueshëm, nuk mund të realizoj do të urdhri i infermierit sikur dhe miliardat i jepën, sepse si ka ato kapacitete dhe ato mundësi. Urdhri i infermierit e ka marrë përsipër si aktor që do ndikojnë në rritjen e standardeve nëpërmjet edukimit të vazhdueshëm. Dhe ne kemi zhvilluar gjatë vitit të kaluar 32 takime në të gjitha institucionet e Shqipërisë, domethënë në për distrikte, në për rrethe, kemi bërë dhe në QSUT, kemi bërë dhe në shërbimin parësor, kemi bërë dhe në nivel kombëtar. Pra, jemi munduar të jemi në koherencë. Zoti Skënderi, ju lutem, me që po flisni edhe për çështje lekësh. Dhe tjerë profesional, ne jemi urdhëri. Ju lutem, me që po flasim edhe për çështje lekësh, ju po thoni që fushatën e keni bërë në disa gazeta, keni bërë dhe online, por në fakt nuk kishit para që të organizoni disa postera, sepse ne kemi pyetur infermierët, i kemi me kamera të dokumentuara, nuk e dim fare që ka zgjedhje. Kam përgatitur posterin 50, edhe një herë zonjë, kam përgatitur posterin 50 UISH. Urdhri i infermierit mund ta dërgojmë në një poster aty nesër po doni dhe kam shpërndarë në të gjitha shërbimet e QSUT-s. E keni parë ju në QSUT? Në të gjithë Shqipërinë zonjë, sot 5 vjet u isha, u mbushëm 5 vjet, do fillojë dhe në fund sot do fillojnë dhe zgjedhjet e reja, se u mbushëm 5 vjet. Ku kam shpjeguar gjithë aktivitetet që nga krijimi, nga vështirësitë, janë me foto të gjithë konferencat që nga e para deri tek e fundit që është bërë çdo vit konferencë, janë bërë aktivitete që u bën për 100 vjetorin, aktivitete nga urdhri që u dhanë certifikat mirënjohje 300 infermierëve të vjetër të vdekur apo të gjallë në gjithë Shqipërinë për të rritur moralin e infermierëve në këtë profesion. Kështu që të mos harrojmë që janë bërë puna të mira. Po pra po, por gjithsesi konkretisht kamera jonë tregon infermierët që se kanë idem fare për zgjedhje dhe nuk shohim në pamje ndonjë poster që siç thoni ju të vendosur. Unë po të them që i kam shpërndarë që të gjitha dhe çdo krye infermieria ditë 82 që ishim në QSUT, po dhe në gjithë Shqipërinë po të pyesësh, i kam thënë urdhoni merrni nga 4 nga 5 dhe afishojeni për shërbimet tuaja. Shiko, në urdhri i infermierit ka një administrat prej 4 vetash dhe një sanitare 5, kaq ka. Tashti me 5 veta në të gjithë Shqipërinë, Tirana ka 4300 infermierë, edhe ka me 10 institucione publike edhe me qindra private, të vogla apo të mëdha. Dhe këto kërkojnë që të kishe një tufë me inspektor ose me njerëz që të bëjë ashtu siç mund të mendojë ndonjëri. Po lekët nuk mungojnë zoti Skënderi sepse japi lekë çdo muaj infermierët që të organizohen. Ti dorën një infermieri sado i mirë që të jetë ai dhe ti mbush mendjen e tij se po të dash dorën ty, po s'deva të them ty në vesh nuk bëhet. Çdo njeri duhet ta kërkojë veten dhe do ta kërkojë informacionin aty ku janë burimet e informacionit. Jo, me këtë nuk jam as pak dakord. Informacioni duhet të jetë i hapur. Po me hapur po them unë online e investiguese bëjnë vetëm gazetarët investigues, s'kam se infermierët bëjnë investigues që informacion. Gazeta që e kanë botuar, se nuk e botuan të gjithë, se kanë fajin unë. Se të sjellun me video ty konferencën e shtypit që bëra me televizionet, edhe 3 televizione e dhanë, të tjerë se dhanë, po. Tashti, për mua, edhe ky televizioni jo, se shef zot njeri sot, por ti e ke bërë detyrën tënde para publikut, apo jo? Edhe unë para publikut e kam bërë detyrën time kur bash konferencë shtypi në televizion, me erdhën 5-7 ata që erdhën. Kur unë nxora në faqen e shtypit të shkruar, në 5 gazeta e botuam, edhe kur unë ndjen në faqen online, dhe kur unë shkoj në takime, direkte në gjitha institucionet për të takuar drejtuesit e tyre, sepse... Okej, atëherë, zoti Skënderi, nuk kam shumë kohë, duhet kaloj linjë në studion e lajme për shkak të zhvillimeve të fundit edhe nga arena politike. Ju lutem, nëse të martën tjetër ju ftoj publikisht në këtë studio, jeni disponueshëm? Nuk e di, të martën tjetër neve kemi zgjedhjet në nivel kombëtar ditën e mërkurë dhe nuk e di do kemi ashtu. Po të kem kohë do vi patjetër. Dua që intervista ime e tretë me dy konsil në telefon. Shikini në faqen e urdhrit, shikini dhe në gazetë. Ndërkohë ne dëgjuam pak më parë në fund të pjesës së dytë të emisionit Urbanika një bisedë telefonike që unë pata me zotin Sabri Skënderi, që është presidenti në fakt i urdhrit të infermierëve të Shqipërisë, pavarësisht dëshirës për ta patur në studio, gjithsesi kjo bisedë u realizua sot sërish me telefon me kërkesën e zotit Skënderi. Shpresoj që të martën e ardhshme ai të jetë në studio për të biseduar konkretisht për problematikat e infermierëve të Shqipërisë, të cilat
e theksoj problematikat cilat nga bluzat e bardha kalojnë më pas tek pacienti, tek ne të gjithë, pra në rëndon të gjithëve një situatë e tillë, pasi janë probleme që vinë zinxhir. E ndërkohë, për të qëndruar brenda asaj që theksoj pak më parë zoti Skënderi, që është bërë një lloj informimi i infermierëve të Shqipërisë se ka zgjedhje, nesër të premten zgjidhet kryetari për Tiranën dhe pak më pas në maj pritet që të bëhen zgjedhjet për titullarin e presidentit të infermierit të Shqipërisë. Gjithsesi, regjia jon ka kontrolluar, ne kemi kontrolluar dhe më parë, sigurisht, por për të qenë aktual me atë çfarë tha zoti Skënderi, bëm një tjetër hulumtim të fundit online për të parë nëse vërtet ka informacione në internet, në faqen zyrtare të urdhrit të infermierëve të Shqipërisë lidhur me këto zgjedhje që po bëhen, që kanë nisur që nga shkurti për qarqe të ndryshme të vendit dhe do të përfundojnë të premten për Tiranën e më pas do të vazhdojnë me zgjedhjen e titullarit kryesor. Ja tek shojmë në faqen kryesore online të pikërisht për atë urdhrit të infermierit të Shqipërisë, një njoftim për zhvillimin e asambleve të urdhrit të infermierëve të Shqipërisë. Gjithsesi ne mund të hyjmë në këtë pjesë për të parë se sa informacion ka, ju lutem regjia edhe një herë lart në njoftimin e parë. Nëse mund të shohim këtu se sa informacion ka. Po. 2 paragrafe janë informacioni që në datën 19 prill të premten. Mimoza, keni informacion ju që keni një konferencë? Po kjo është. Kjo është konferenca. Për këtë të premte me 19 prill. Janë zgjedhje. Po pra zgjedhjet për Tiranën. Që do votohet? Dua ta kuptoj qartësisht. Që do votojnë? Që do votohet? Të gjithë këta përfaqësuesit që janë zgjedhur nga parsori, nga QSUT-ja, nga materniteti, nga gjithë qarku i Tiranës do votojnë për presidentin dhe për bordin e Tiranës. Por se kush janë personazhet? Ju po i shikoni vetë që nuk janë. Kaq është informacioni. Ose unë po i shikoj vetë që nuk janë. Okej, kalojmë në një tjetër pikë, në një tjetër njoftim. Na ndihmon regjia jon ndërkohë. Atëherë, jemi pikërisht këtu. Rregullore për organizimin e zgjedhjeve në organe drejtuese. Faktikisht unë e lexova dhe gjatë ditës këtu në këtë dokument themeltar për infermierët e Shqipërisë. Është copy paste, pra pak a shumë gjithçka që është e renditur këtu. Fazat, po, përbërja, por emra konkret nuk shohim. Ndërkohë regjia mund na ndihmojë të mbajmë vazhdimisht në pamje këto të dhëna pra që ka urdhri infermierëve të Shqipërisë në databazin e tij online, i cili pritet në fakt që të jetë i updateuar me informacionet e reja, shpëtepër që ka zgjedhje për infermierët e Shqipërisë, për 16.000 infermierët e Shqipërisë, e theksoj, nuk janë pak. E megjithatë, unë shoh një informacion të cilin më shumë e gjej të detajuar në këtë dokument themeltar për kriteret, për mënyra se si duhet të zgjedhin, pra teknika, këto janë informacione teknike se si duhet bërë për zgjedhja e atyre që ju përfaqësojnë. Që janë dhe në libër. Por se kush janë personat që kandidojnë. Çfarë shpalosin këta persona? Por zoti Skënderi për t'ju drejtuar juve Mimoza tani. Zoti Skënderi theksoi pak më parë që ju i njihni emrat e kandidatëve për Tiranën. Në mos gaboj, njëra ishte Valbona, tjetra ishte Eglantina, në mos gaboj, vetëm këto 2 emra i fiksova pa mbiemra të saktë. Kush kandidon faktikisht për Tiranën, për kryetar për urdhrin e infermierit të Tiranës? Sepse edhe ne gazetarëve do të na duhet, nesër pas nesër kur të ndodhi një ngjarje, kë do pyesim, normalisht duhet të dimë se kush janë këta persona. Tani nëse thuhet janë 4 veta dhe këtu dalin 3, ata të 2 dhe unë 3, nuk di se kush është i 4-ti. Prap nuk kemi qartësi. Nëse ai e quan të mbaruar njoftimin e procedurave të zgjedhjes, vetëm duke dhënë një datë, sepse kaq mbaroi puna për urdhrin e infermierit, kjo është një gabim i pafalshëm nga ana e tyre, sepse nuk po bëjnë punën siç duhet. Po siç duket janë të lodhur shumë nga këto festat që bëjnë duke ngrënë dreka e darka në Përdurës, ndërkohë që ai duhet të jetë këtu në këtë studio, duhet të jetë pranë nesh dhe duhet të jetë në zgjidhjen e problemeve që ne kemi. Megjithatë unë dua të bëj një replik me zotin Skënderi, kur më tha që unë dhe atë zotin parafolës i kam bërë ato që janë sot, kjo është e turpshme ta thuash. Nuk është shumë e nevojshme që unë tani të bëj fushat. Absolutisht jo, mua më njohin të gjithë ata infermierë dhe kolegët e mi, e din shumë mirë se ku kam arritur dhe si kam arritur, e din shumë mirë përballjen time në për konkurse shumë të forta, brenda vendit dhe jashtë vendit, dhe në një nga ato konkurset unë kam qenë dhe ballë për ballë me Sabriun, ku e kam fituar unë dhe jo ai. Dhe kjo është e turpshme ta thuash me arritjet që ne kemi dhe me ato arritje që ka arritur ai deri më sot. Dhe unë jam
që në moshën 18 vjeçare në qendrën spitalore universitare dhe brenda 4 viteve jam bërë krye infermiere dhe kam ato meritat që kam dhe këtu unë gjej falenderimin më të veçantë për shefin tim të shërbimit të alergologjisë zotin Priftanji, doktor Priftanjin, i cili më kam mbështetur. Si përfundim ti sot përballë kujt kandidon? Sipas atyre që tha Sabriu është Eglantina edhe Valbona. Kush është i katërti? Sigurisht që i njoh. Po. Valbona është një vajzë me një 10 vjet eksperiencë në profesion, punon në Spitalin Ushtarak, është në pozicionin e krye infermieres, është kolegja ime, është në komisionin e vlerësimit të etikës bashkë me mua, është kryetare e komisionit, është kryetaria e qarkut të Tiranës aktuale, do me thënë për këto 5 vitet që ka kaluar, ndërsa Eglantina është një infermiere, nuk e di sa vite pune ka, po e marrim 10 vjet, duhet jenë shumë, është në qendrën spitalore universitare brenda administratës, ndoshta në pozicionin e specialistes së vlerësimit të cilësisë ose të formimit të vazhduar, sepse aty janë 3, unë e thash derën tjetër, është Eliana Basha, drejtore e shërbimit të infermieristikës në më lër ta them këtë së shumë e rëndësishme. Pra arrit ti mësosh sot se kë ke kandidat përballë? Por unë dua të përmend një gjë. Në qoftë se do flas pikërisht Valbonën nuk e njoh shumë se çfarë arritjesh ka, por njoh Eglantinën. Çfarë ka bërë Eglantina në këto 5 vite? Atëherë, në qoftë se themi që infermieria është në regres, është një nga përgjegjësitë kryesore të regresit të infermierisë. Jo, të mos i diskutojmë që nuk i kemi të pranishëm. Me që nuk i kemi të pranishëm, nuk ja vlen që të edhe unë s'do doja, por figurat e atyre që nuk i kemi. Të thot ai që të kam bërë unë kjo që jeti sot, le t'ja lëm opinionit, le ta vlerësoj vetë. Gjithsesi për diçka ja vleti ky emision sot, paktën arritet mësosh kandidatët që ke përballë. Po, jo s'po mësoj të katërtin. Nuk po mëson të katërtin. Nuk e di pse çka që fshehur. Shukri, çfarë dohet të ndërhyje pak më parë? Domethënë përderisa zoti Sabri domethënë është de jure, është zëri i infermierëve dhe është zëri im konkretisht. Ai nuk unë si infermier i ri nuk jam informuar për zgjedhjet. Duhet ta kërkosh informacionin. Ai thotë që duhet ta kërkoj. Unë jam tetorar në punë. Gjatë këtyre 8 orarëve nuk duhet të kërkoj informacion, duhet merrem me pacientin. Jashtë këtij orari besoj se është e drejta ime të argëtohem në një farë mënyre dhe nuk duhet ato se çfarë do bësh pas 8 orarësh të punës. Unë besoj se duhet të informoj më shumë me anë të kryeinfermierëve dhe kryeinfermierët nuk janë të gjithë të informuara ashtu siç thotë zoti Sabri. Dhe këtë mund të vërtetojmë edhe me fakte në qoftë se... Por kam përshtypjen se duhet ketë informacion zyrtar për këtë punë, pra jo të funksionoj nga njëri infermier tek tjetri, jemi në vitin 2013, nuk duhet funksionoj më kështu, kam përshtypjen, që secili prej jush duhet të informohet në rrugë zyrtare që ka zgjedhje, je apo jo në delegat, kush janë kandidaturat, çfarë përfaqësojnë këto kandidatura, kriteret që kanë risit që do mund të sjellin, fushata që do bëjë secili prej tyre. Përse nuk na jep këtë të drejtë zoti Sabri që të votojmë edhe ne domethënë bashkë me kolegët e mi për të zgjedhur përfaqësuesin. Si edhe një herë Shukri? Përse zoti Sabri domethënë nuk na jep këtë të drejtë, domethënë që bashkë me kolegët e mi të pavionit që punojmë në një pavion të caktuar, së bashku duhet të njohim 4 përfaqësuesi që zgjidhen, që është Moza, ishte Valbona, Egla. Dhe çfarë programi ka Egla për ne, Valbona dhe Mimoza. Dhe cili na intereson më shumë neve nga programet që paraqesin këta, duhet ta votojmë. Së bashku me kryeinfermierët dhe kolegët e tjerë. Këtë të drejtë nuk e di. Por si votohen? Si do votohen ju, Moza? Sot mësove kë ke përballë për kandidatura, po si do votohen juve? Mbasi të gjithë përfaqësuesit do ta mësojnë të premten se kush janë kandidatët e tyre. Po bëj një pyetje shumë fëminore, po më lindi natyrshëm. Vërtet është shumë, do të thënë, është poshtë nivelit tim që unë arrit të jap përgjigje të këtilla, me thënë kur ne pretendojmë të ecim shumë e më shumë përpara, kur ne pretendojmë të bëjmë konferenca të nivelit më profesional, kur ne pretendojmë të jemi më transparent, kur ne pretendojmë më shumë nga vetja jonë, sepse thash, kemi bërë shkollën e lartë, kemi bërë ato shkollat që tha dhe zoti Kullolli, shkollat e mesme mjekësore që kanë qenë jashtëzakonisht me vlerë. Ndërkohë, aq shumë kemi folur sa unë nuk kam futur në transmetim asnjë nga kronikat e tjera që ne kemi përgatitur. Jo, vetëm doja të thoya diçka zonjëta, nuk është vetëm Mimoza dhe zoti Kullolli, por janë edhe infermierë të tjerë të cilët duhet të merret parasysh mendimi i tyre. Po ku janë, dua ti dëgjoj. Këta infermierë të ri dhe një nga ato jam edhe unë, që nuk mund të flas hapur. Unë sot për sot kam një vend pune një privat, po të isha në shtet nuk do të isha në këtë karrike. Të siguroj për këtë sepse do mbaj vendin e punës.
dhe në qoftë se do isha këtu, i sigurt që nesër nuk do të isha në punë. Ja, kuptoj. E do të shohim nëse do të heqim mimozën nga puna. Bëj shaka. Ndërkohë, kam në këto momente në linjë telefonike është një tjetër infermier i cili është duke na ndjekur dhe me sa duket ka nevojë që të reagojë në këtë emision, meqense jemi duke trajtuar gjerësisht problematikat e infermierëve të Shqipërisë dhe faktin që këta të fundit kanë zgjedhje, por shumica nuk dinë se çfarë zgjedhjesh janë dhe kush janë kandidaturat për cilët ata duhet të votojnë që do t'i përfaqësojnë në krye të urdhrit të infermierit të Shqipërisë. Atëherë, zoti Arben Beshirin, mos gaboj, përshëndetje? Po, përshëndetje. Po na ndiqni apo jo, zoti Beshiri? Si të jem korrekt për ndjek të momentet e fundit, se kam qenë punë dhe nuk e shikoj dot në televizion. Gjithsesi dëgjova të gjëra tani në momentet e fundit, nuk kam dëgjuar çka ka thënë presidenti i urdhrit të infermierit, jam korrekt. Gjithsesi të bëj një prezantim minimal për veten time. Po? Atëherë quhem Arben Beshiri, për momentin jam krye infermier në shërbimin efektiv në qendrën spitalore dhe kam 17 vjet punë si infermier. Atëherë flasim për një urdhër të infermierit që është totalisht i pa njohur fare për infermier. Unë flas për pjesën time dhe për kolegët e mi me që punojmë në spitale. Dhe kur flasim për qendrën spitalore, flasim për qendrën më të madhe shëndetësore në Shqipëri. Imagjino se ndodhet në spitalin X apo i fillon qytetit. Çfarë do thotë? Ne po flasim për zgjedhjet e të parit të urdhrit të infermierit të Tiranës. Ndërkohë që unë akoma dhe sot nuk e marr vesh si sifet presidenti i infermierit të Shqipërisë. Kush e voton këtë njerëz? Me logjikën e kemi si politika, një vot. Pra, ne votojmë për një presidenti i urdhrit të infermierit të Shqipërisë, pastaj votohet për ato të Tiranës. Nuk i vëhy kandidatët që janë korrekt, nuk është se kanë shumë njerëz dhe nuk po diskutoj kush janë kandidatët. Po për momentin, këtu do të bëhet procedura si bëhet në politikë. Njëri voton për partinë e vet dhe pastaj mbasi partia vet humb, ai do të bindur të jetë votën ose të japi pushtetin atij personi që të zgjidhë shumicë të tjerëve. Ke infermierët ku do kështu. Pra kemi një president urdhri infermierit që unë nuk e di asnjëherë se ka marrë si zgjedhur, sa e zgjedhur. Thjesht takohet me ne për të kërkuar lekët tona për të mbajtur atë. Por ju paguani ndërkohë apo jo? Paguani muaj për muaj? Ne paguajmë një kuotë për 100 lekësh në muaj. Po, por 16.000 infermierë në gjithë Shqipërinë, nëse bëjmë llogarinë, që kur kemi filluar të paguajmë 100 lekë në muaj, kemi filluar të paguar pa u antarësuar në urdhrin e infermierit, që është një skelit flagrante ligjore. Nuk mund paguaj, nuk mund merret mua nga rroga diçka që unë se di, dhe diçka që unë jam angazhuar. Në momentin që unë antarësohem dhe firmoj se jam dakord me 1, 2, 3, 4 pika, atëherë që unë të mbaroj pagesa. Pa që këtë fillon ana negative kësaj çështje. Por ju po flisni ndërkohë unë bëj llogarin 100 lekë të vjetra, secili prej jush po llogaris 16.000 infermierë në të gjithë Shqipërinë. Nuk e di, janë shumë? Shiko, mund të jetë shumë, mund pak nëse gjykojmë, nuk po i gjykojmë dhe pjesën se ku shkojnë këto fonde. Pikërisht pra, aty dua të dalë që ku shkojnë, sepse po t'i bëjmë pastaj në raport vjetor, atëherë i bie që mos flasim edhe pjesën tjetër. Që ca broshura për t'u informuar juve duhet ishin bërë, apo jo? Për t'u informuar që ka zgjedhje. Një infermier kur niset antarësimin do të paguaj 7.000 lekë të reja që bën këto procedurat e letrave. Që bën 1-3 vjet. Pra dhe kjo është një fond gjigant i parash. Edhe kur vjen puna, që unë një infermier që kam 17 vite në punë, dhe unë me presidentin, asnjëherë s'kem pasur një kontakt normal punë, çfarë do të thotë. Ne jemi që në spitalore, mund të kishim sepse ne flasim këtë kryesë e njëri infermier. Në urdhën e infermierit kanë gjithë njësoj. Unë jam kryefermier për momentin, kam qenë infermier të sunduave të punës time. Nuk ka diferencim që kryefermieri nuk mund të përfaqësohet si kryefermier që jam aktualisht sot mendimin që infermierët mi, absolutisht jo. Aty bëhet në votim dhe një nga infermierët e mi mund të përfaqësojë mua, më se normale, më se demokratike. Gjë që me presidentin që kemi në aktual nuk ndodh. Ai zgjedh përfaqësuesit e vet që unë nuk e di si zgjedh, që janë gjithë tarafi vet, nuk do të flas me gjuhën tonë popullore, nuk e di, nuk e atë jam kuptuar. Është drejt. Mos flasim dhe gjithë, unë futem ke infermierë që kam pësuar një gjopë për 10.000 lekë të rejash, nga urdhri infermierit, dhe u lakua në shtupje në mejtë që u gjobitën infermierë të pareju, që së shfare vërtet, ishte thjesht një procedura burokratike letras të gabuar që u gjobitën. Nuk u gjobit njëri se të kap gabim apo bëri shkelje. Dhe po të qekoj gjobën time është për të bërë humor, dhe më thënë, sepse dënohem me gjobë për 10.000 lekë të reja, sepse nuk jam i licencuar, ndërkohë që më ishte dhënë licenca me letër që ishte shkruar një vit përpara. Pra që këtu fillon ose kërkesa ime për të paraqitur para Komisionit Disiplinor të Tiranës, më vjen me një fotokopje të firmës sekretarit të komisionit që është shtuar për ligjor ta përmendës, mund të kem fotokopiohet asnjëherë firma është origjinale, dhe paraqiten komision,
dhe mbasi dëgjova edhe lidhjen e Komisionit të Tiranës, kërkova arkimin me rrugë zyrtare, me post zyrtare, për në Komisionin rajon kështu shtetëror, nuk më kthye kur përgjigje. Pa mua më ekziston një gjop që ishte në nivelit parë dhe s'pata mundësi, ata s'më dhanë kur mundësi të bëhet ankimi për nivelin dytë, dhe mund të thoshë gjykatës që është niveli parë. E danë në mes. Tash çfarë të them presidentin aktual, ose firma se pjesës që kryetari i sindikatës bëhet presidenti i Urdhit Infermierë, që këtu fillojnë gjërat për dyshuar e për gjëra tjera. Për çfarë ka qenë kjo gjop, zoti Beqiri, për një gabim mjekësor që keni bërë apo? Sepse unë nuk mund të i paraqitem presidentin e infermierët në një sot letër, që kur u bë urdhri infermierëve është bërë në 2007. Infermierët për herë parë kanë filluar të mësojnë në 2010. Dhe ishte pikërisht koha që shteti nuk paguante më për urdhrin infermierët, detyroi që urdhri infermierët të mbajnë nga lekët e infermierëve. Pa që në këtë moment mund vjen një sot letër që thotë paraqitur dorëzoj këto lekë ato lekë, që nuk është kështu më mirë punimi. Më mirë punimi është lidhen infermierët të Tiranës. Pra nuk ka qenë se keni bërë ndonjë gabim në drejtim të pacientëve, ka qenë thjesht për procedura të brendshme të institucionit. I vetëm procedurë që kanë pasur unë, sepse sot sipas presidentit këtë 700 lekë nuk e ka paguar më për paguar në qershor, gjëra të tilla që i ka vendosur ai me autoritetin e vet. Se edhe këto do të ishin pjesë jona, ata gjykoheshin, vendosin, shumica vendosi që do bëjë kaq pagesë, unë që mund të isha pakisa, po jam dakord se shumica s'kan zgjidhur. E kuptoj, pra ku aty në atë rast, sepse unë ju drejtova, shiko, mua më thirrja nga Komisioni Disiplinor i Tiranës dhe u paraqita. U dëgjova pjesa ime, pjesa tyre dhe u vënë vendimin dhe një për 10.000 lekë të reja gjop. Ta thash, dhe jo nga kryetari i komisionit që i shkelje prapë në radhës. Dhe unë prapë në sipas mënyrave ligjore, siç ka ligji i urdhrit infermierë, brenda 30 ditësh, bëra letër ankimi për vërtetimin për Komisionit Qendror Shtetëror, të rang shtetëror. Dhe nuk marrë asnjë përgjigje për të paraqitur. U drejtove ke urdhri infermierit apo jo? Unë i drejtova urdhrin infermierit, po unë infermierit drejtojnë me rregull zyrtare në anë të shkresave. Dhe nuk më ardhi kur përgjigje që thuhet që shiko, Komisioni shtetëror ta hoqi gjobën apo ta lanë fuqi gjobën. Pra që këtu unë jam pezur, e kam këtë gjobë apo s'e kam këtë gjobë. Që mi një analizë do thoshte po, urdhri i infermierit në rang shtetëror, këtë gjobë e la të vlefshë. Azi drejtoi gjykatës, siç funksionojnë gjërat në demokracisë. U bëm 20 vjet demokracisë, po punojmë akoma sikur jemi vitet 80. Pra, ju po na tregoni një rast specifik, një shembull konkret nga jeta juaj në spital që ka ndodhur pikërisht kështu dhe nuk jeni përfaqësuar në mënyrën e duhur për këtë problematikë që është krijuar. Po flasim për infermierët të qendrës spitalore, ne po flasim për infermierë i qytetit që është i vogël dhe nuk e di çfarë ndodh. Është më tepër infermier në spitalin infektiv siç jeni ju, që në rastin konkret jeni krye infermieri i këtij institucioni. Zoti Beqiri, ndërkohë, sepse dua që të kem një komunikim edhe me një tjetër person pak më pas për të vazhduar atë që kemi tematikë kryesore, zgjedhjet për urdhrin e infermierit të Shqipërisë. Po. Ju keni informacion që po mbajnë këto zgjedhje që nga shkurti, të paktën për këshillat rajonal së fundmi për Tiranën, të premten vendoset përfundimisht për Tiranën dhe më pas për presidentin kryesor. Informacion zyrtare nuk kanë fare. Jo zyrtare se ne jemi shoqëri, mund të qelloj të pinë kafe në shkëmbim të konsullat. Po kemi këtë informacion. Ndërsa informacion zyrtar, që nuk e thon dikush mua, ore, stafi jot infermier i kapitan, është i ftuar në X ditë të një mbledhje për qarkun e Tiranës apo për qytetin e Tiranës apo për spitalin, sepse këto bëhen sipas grupeve. As nga ministria nuk keni njoftuar zoti Beqiri? Absolutisht jo. Unë me urdhrin e infermierit 2 letra kam, një që më ka kërkuar gjobën, dhe një ka kërkuar të marrë pagesa nga ana ime 2. Komunikime pra, tjera profesionale. Pra, përveç këtyre dokumentave nuk keni informacione të tjera zyrtare, shpëtej që jeni krye infermier, po më thoni, apo jo, në spitalin infektiv. Aktualisht po. Normalisht duhet të vi informacioni zyrtar tek ju që në një lloj forme hierarkie t'ia përcjellni edhe kolegëve më poshtë nga pozicioni juaj. Më fal. Ti lakon kur infermier. Nuk ka rëndësi kjo. Informacioni duhet për gjithë infermierët e këtij spitali do të thotë, kemi këtë procedurë, pra si kur infermier si infermier janë pozicion barabartë në votë. Pastaj kur bëhen votimet e gjëra të tjera është tjetër më bet. Pra, informacioni vjen vetëm mua si kur infermier, por për gjithë stafin ku ne punojmë, apo në gjithë infermierët e Shqipërisë, që ku nuk është bërë një asnjëherë nuk është bërë. Por do duhet votoni të premten. Dini se kë do të votoni apo dini nëse do të votoni fare? Unë edhe po informohem zyrtarisht se kur është ky votim do si po votohet. Pra ta marrë vesh nga media nuk është normale. Nuk kam asnjë gjë zyrtare thuat filan datë çdo infermier që ka më shoqërinë këtu në spital ku punoj, ta pyetësh kur janë votimet për urdhrin e infermierit, asnjë nuk e di. Ose pjesa më e madhe të jem korrekt, mos them asnjë se shumë lart, po pjesa më e madhe nuk e di.
E kuptoj, zoti Beqiri, dua të mbetemi në kontakt sepse më intereson dhe problematika tjetër që ju keni patur për ta zhdelluar me vëmendje dhe me kujdesin e nevojshëm në këtë emision. Faleminderit. Faleminderit për ndërhyrjen. Gjithë të mirat. Po, Moza. A e kuptoni që se si procedohet dhe çfarë kulture kanë profesionistët tanë, drejtuesit tanë, që nëpërmjet bisedave telefonike ato njoftojnë se çfarë ndodh në Shqipëri? Unë sot po marr vesh dhe është e turpshme ta them që sot po marr vesh nga Sabriu në linjë telefonike që unë qëngër kam në sindikat, kryetare e departamentit për infermierin. Ç'do të thotë kjo? Vërtet se sot po vërtet sot po e marr vesh. Që do të thënë nuk kam asnjë kontratë. Është e tmerrshme, kjo është e turpshme, ai të mos tallet më me figurat tona, se tani vërtet po revoltohemi. Dhe është e turpshme që ai sot po ma thot mua që unë qëngër kam prej kaq vitesh në sindikatën e shëndetësisë. Unë nuk e dija. Dhe edhe nëse jam në komisionin ja kam kërkuar Sabriti, duhet më bësh mua, me që jam në komisionin e vlerësimit të etikës, ore një kontratë me mua ose një emërim me shkrim. Jo vetëm me gojë. Moza e di ç'keti hajde se na gjykon një 2 raste, Shukri ikën Moza se mua më ka kundërshtuar, vjen Shukriu, për ku është ai këtu? Zoti i këtij vendi. Po ç'do me thënë që unë sot po marr vesh që qëngër kam në sindikatën e Shqipërisë. Dhe unë nuk di të jem dhe nuk di të kem ngrit njerëz zërin, nuk di të jem thritur një herë. Dhe nëse unë se di, sa i mund thotë pse se di ti puna jote, gjej informacionin dhe gjej që ke ti. Po ti pse s'm ke kërkuar llogari mua më zotëri për punën që unë s'pas kam bërë për këto 5 vjete. Po pra kështu funksionon infermieria në Shqipëri. Është e vërtet për të ardhur turp, është e vërtet për të jo të ngresh zërin, po të ngrihesh komplet. Dhe unë nuk e kuptoj se si infermierët arrin dhe ta pranojnë këtë gjë. Domethënë ai të bën me turp. Por kanë frikë se i heqin nga puna apo jo? Ja e tha Shukriu, punoj në privat dhe jam në këtë studio, se ndryshe s'do t'isha fare, nuk do diskutoja fare për këtë problematikë. Dhe jam sigur që kjo është edhe mentaliteti dhe mënyra e konceptimit edhe të nuk besoj që dhe ata do jenë të interesuar të na heqin nga puna, sepse e tha dhe zoti Kullolli, shteti ka paguar miliona dhe miliona lek për trajnimin ton atje. Dhe nëse do bëhet kjo, sigurisht pastaj do jenë dhe institucione ndërkombëtare që ne do merremi me ata. Nëse ne do pushohemi nga puna. Kemi planuar lërimin nga detyra deri tani, nuk e kemi ngritur zërin, kemi planuar të punojmë infermiere me 3 turne, ashtu e kanë parë arsysh me ato, jo se ne nuk kemi dhënë. E thash dhe një herë dhe Sabriu nuk ka të drejtë të thotë e keni provuar po s'keni ditur ta mbani vendin e punës. Ne kemi bërë projekte ambicioze, projekte të mrekullueshme në lidhje me vlerësimin e infermieres, në lidhje me trajnimet e infermierëve, në lidhje me vlerësimin e cilësisë së infermierëve, që shumë pak infermierë në Shqipëri kanë bërë trajnime në përbot për këtë punë, dhe kur vjen fundi sot ato nuk janë. Dhe çdo të thotë kjo, që ai thot tani unë nuk kam nevojë më për këto projekte dhe dua të citoj edhe një gjë tjetër. Unë mbrëm kam lexuar në internet, në faqen e tij zyrtare në CV-n e zotit Sabri që na qen kërka, që sot po e marr vesh, dhe koordinator i shqiptarizimit të projektit zvicerian, që nga viti 2005 dhe sot. Atëherë, unë po ja adresoj të gjitha regresin e infermierisë këtij koordinatori që e ka çuar tërë ato projekte në përsirtare. Ky qen kërka koordinatori i shqiptarizimit të projektit zvicerian. Me thënë, po dëgjojmë dhe sot po marr vesh dhe gjëra shumë të çuditshme edhe nga telefonuesit, Dëgjoj këtë zotrin që nga dënuar për mos pranimin e licencimit, se si ka pëlqyer kuota normal në një rrogë 300.000 lekë të vjetra, të paguash 80.000 lekë. Kuotë është një çik shumë për të diskutuar për licencimin. Është shumë për të diskutuar. Sepse prandaj flasim për standarde, prandaj flasim për etikë, duhet shikuar edhe të ardhurat e këtyre infermierëve. Më pëlqeu që ta preknim këtë pikë në fakt, por më duk sikur nuk e gjeta konsensusin tuaj edhe të telefonuese, por edhe të zotit Skënderi. Po bëj një llogari kështu të thjesht me veten time, një kalkulim. 100 lekë të reja, secili nga ju i paguan në një muaj, pra mbahen nga rroga. Në një muaj dhe shkon si buxheti i urdhrit 12.000 lekë në vit të vjetra. I shkon si buxhet urdhrit e infermierit të Shqipërisë? Po, janë kuotizacionet këto. Po, kjo, pa folur për licencimet që janë me kuotat e tjera që theksuat. Dhe janë rreth 16.000 infermierë në të gjithë Shqipërinë? Po të mos mendojmë që të 16.000 janë të punësuar. Janë 10.000? Po 13.000 mund të jenë. Atëherë nëse bëjmë llogarinë? Po 13 milion lekë të vjetra. Në muaj? Po, në muaj. Në vit? Po në vit sa i bie 103 pak llogari ju lutem se tani jam edhe 130 milion në vit për 10 muaj, nëse shtojmë edhe e kuptoj, po. Nëse ajo është puna e ekonomistit, do ta gjej ai
do japi llogari ai se ne. Është buxhet jo i vogël, Po sigurisht. Që në mënyrë që të funksionojë siç duhet organizimi mes jush. Dhe që ai thotë un kam bërë postera që unë nuk kam parë këto postera të Jo, as kamera jo nuk i pa në fakt, kështu që nuk e di se ku mund të jenë ato postera. Mbase janë kështu boshe dhe i mbajnë njerëzit për të ngrënë bukë. Moza, mos kalojmë në këto detaje. Ndërkohë, Adela, unë të shoh që jem mbledhur aty tek ajo karrigja. Në cilin vit je në fakultet? Unë jam master viti parë. Master viti parë për infermieri? Po. Edhe doja të thoja për stafin pedagogjik, ku numri, domethënë pedagogëve mjek është më i madh se numri pedagogëve infermier. Ndërkohë që duhet të jetë krejt e kundërta, tekstet tona janë mjekësore, tekste mjekësore të cunguara. Kjo domethënë bën që ne të mos arrin në mos kuptimin apo perceptimin e mirë. Pra që në bankat e shkollës nuk e krijoni siç duhet të konceptimin e infermierit. Jo, ne thjesht marrim një mjekësi të cunguar. Ndërkohë që unë mendoj që duhet të ketë më shumë infermier, paktën për ne, për degën tonë. Që ne të mësojmë, jemi për infermier përgjithshme, okay, në rregull, ne duhet të marrim domethënë leksionet apo mësimet nga pedagog infermier dhe jo mjek. Pra pedagogët tuaj ju i kërkoni që të kenë qenë infermier më parë ose të jenë ende infermier në detyrë me vite eksperiencë pune në mënyrë që t'ju trajnojnë, pra t'ju japin leksionet infermierisë mirë fillt. Ndërkohë ju jeni të detyruar të merrni leksione për mjekësi të përgjithshme. Po. Domethënë këto bëjnë një mjekësi të cunguar. Që këtu fillon, pra që në bankat e shkollës mungesa e organizimit. Të pyes Shukri, po ti si e ke bërë praktikën? Kush të ka ndihmuar në trajnim, në kursa? Po praktikat në bankat shkollore ekzistojnë, pavarësisht se ato a kryhen rregullisht dhe ajo, dhe a ka një mbikëqyrës të mëndë që të ndjeki vazhdimisht për praktikat shkollore, kjo nuk ekziston. Pavarësisht se de jure ekziston që praktikat shkollore duhet në program ekzistojnë. Por de facto i bëjmë në lokale. Në lokale? Po ndërkohë në lokale, kur e thua, nuk di që them, s'kam koment. Sepse nuk ka një person që të udhëheqi, nuk ka një person që të drejtoj në praktikat që mund të organizosh në një pavion të caktuar. E kuptoj, ndërkohë, Shukuri, ti po më thua që lokalet her pas here kthehen si të them, në seminarin tuaj, pra në vendin ku bëhet seminari apo leksioni, po ndërkohë nuk duhet të ishit në spital dhe ta bënit aty praktikën, të shikonit se si menaxhohet pacienti apo sëmundja e tij? Kjo besoj që varet nga keq menaxhimi, mund ta themi, i urdhrit të infermierit, sepse të gjitha këto lidhen me instancat të njëpasnjëshme, mund t'i ashtu lidhen të gjitha me urdhrin e infermierit. Pra ju kur shkoni në punë, kur filloni punën si infermier, pra faktikisht de facto s'keni kaluar asnjë ditë mbi trupin e një pacienti apo jo. Nuk keni bërë asnjëherë manipulimin e shiringave apo të elementeve të tjerë të infermierisë? Këto mund t'i njohin thjesht praktikat, mund t'i shkojmë një ditë, 2 ditë, thjesht për të marrë atë, sepse në një farë mënyrë edhe na detyrojnë, sepse duhet të marrim atë pikët e nevojshme për të marrë praktikën. Por a merret dikush me mua si person që gjatë këtyre praktikave unë duhet të mësoj 2-3 gjëra. Dhe këto 2-3 gjëra duhet të mësoj jo, s'mund ta themi mbi trupin e pacientit, sepse nuk është etike, po duhet të mësoj të paktën në praktikë dhe duhet të ndjek një infermiere të një kolege në moshë më të vjetër ose me eksperiencë më shumë se sa unë. Dhe këto gjëra vetëm në qoftë se i bën vullnetarisht. Si vullnetarisht? Me mik, funksionon me mik? Jo, në qoftë se ke dëshirë për të mësuar. Në qoftë se ke dëshirë për të mësuar dhe të shkosh të rish gjatë gjithë kohës në praktikë, të mësosh po. Të ri jashtë orarit punës, unë e di këtë kur më thoshte që kam punuar 1 vit e gjysmë në reanimacionin polivalent, vullnetar vetëm për të marrë zanatin, mbas shkolle. Megjithatë, kjo nuk është gjë e keqe. Kjo është zgjedhje personale, varet nga sa seriozisht e ke marrë profesionin. I thonë 1 vit e gjysmë. Infermieria, mendoj, është një profesion që sinqerisht do të marrë shumë seriozisht, sepse ke gjithmonë në duar ke të bësh me jetë po e them shkoqur edhe shumë thatë manipulimin e jetës së njeriut. Sigurisht.
Do më thëmë, me gabimi që mund të bësh e çon drejt vdekjes, por me zgjidhjen e shpejtë dhe vendimarrjen në kohë shumë të shkurtër, në pak sekonda mund të japësh jetën. Jeta e pacientit më shumë varet nga infermieri që është 24/24 sa nga e mjekut. Më kujtohet një shprehje shumë e bukur e një generali kur isha në praktik, që thoshte mjeku shkruan në letër të bardhë, kurse infermieri manipulon në trupin tim të gjallë. Ishte një shprehje shumë e bukur, sepse infermieri ka 24 orë kontakt me pacientin dhe çdo shqetësim që duhet të paraqet pacienti i paraqitet infermierit. Dhe pastaj kalon domethënë tek mjeku. Ndërkohë, Moza, ti ke qenë tek spitali francez më përpara, ke punuar aty si kryeinfermiera? Po, kam qenë kryeinfermiere e përgjithshme në spitalin francez. Ti e di që spitali francez kohët e fundit u bë epiqendër e kronikave të lajmeve për shkak të vdekjes së një 11 vjeçari, Denis Almadhi, që kemi pasur mjaftueshëm të trajtuar në emision. Unë kam 7 vite që jam shkëputur nga ai spital, vetëm di të them që kemi filluar që në themele, në kohën që u ndërtua spitali francez, ose të themi spitali specialiteteve, ku me ndihmën e shtetit francez u dhanë shumë donacione për ndërtimin e atij spitali për trajnimet tona, sa ato deklaruan që do të bënin gjithë infermierët të flisin frëngjisht. Dhe më kujtohet kur në mentalitetin e tyre të menaxhimit ishte që kryeinfermieria ishte një drejtuese me shumë përgjegjësi në atë spital, ku ajo do jepte vendimet e saj dhe mendimet e saj që në pozicionin ku duhet të rinin dhomat për infermierin, duhet të jepte mendimet e saj se si do të arredoheshin dhomat e të smurve, sepse edhe këto janë temat më vete shumë të veçanta se sa e rëndësishme është edhe arredimi një dhomë pacienti, që ne të jemi të kemi më lirësi në veprimet tona, në aksionet tona kur marrim me urgjenca. Spitalet tona që ti jemi realisht janë në gjendje lufte dhe se si ja bëni që punoni aty, jeni po jo të gjitha janë në kontakt me ambientet. Shumica janë në Moza. Ju e keni parë vetë? S'po bëj koment. Si punoni aty? Se më ikën vendi punës. Jo, të gjitha këto unë mund të flas pak më lirshëm, Po, shukoj. Jo, nuk është problemi aty, nuk është problemi aty. Po unë sot kur kam shkuar në pediatri, kam parë zyrën asaj kryeinfermieres një luks i papar. Jam çuditur dhe kam thënë, ekzistojnë këto zyra kaq të bukura në QSUT? Megjithatë, ajo e kishte bërë me lule, është një kryeinfermiere shumë e vjetër, shumë e nderuar. Po, Shukri? Unë doja të shtoj diçka, domethënë, përderisa kushtet minimale më mungojnë në një pavion të caktuar. Nuk po marrim një zyrë kryeinfermierie dhe një pavion tjetër të caktuar që mund të kërkoj vetë sistemi që të jenë më të mirëmbajtura. Po të vësh re, në të gjitha pavionet mungon gjërat më elementare që mund të punosh. Mund të mungojnë letrat higjienike, mund të mungojnë shumë gjëra pa dashur të përmendim. Dhe me të gjitha këto sa folëm, besoj se kolegës time të ardhshme i kemi futur frikën për të vazhduar. Po, e shoh strukur në të karrige dhe ka ardhur koha tani zonja Jeta që ka ardhur koha që të bëjë një ndryshim totalisht dhe të shohim një figurë tjetër në urdhrin e infermierit. Të shikojmë një njerëz që na përfaqëson denjësisht në çdo moment që kemi probleme, në çdo moment që kemi probleme të caktuar në një mënyrë të caktuar. Atëherë, regjia mua po më informon që kanë marrë shumë telefonues janë duke komunikuar me emisionin Urbanika në këto momente, janë infermier, pjesa kryesore e tyre, madje në mos gaboj regjia po më komunikon në kufje që pak më parë ka telefonuar një infermiere nga Vlora, janë bërë zgjedhjet atje dhe po ashtu dhe ata nuk kanë ditur se doja në fakt që ta kishim lidhjen telefonike, sa po ta keni gati, pra mund të ma kaloni, pra janë bërë zgjedhjet atje dhe nuk kanë ditur se kush kanë qenë kandidatët dhe as nuk kanë marrë pjesë në votime. Po, dua që ta kemi më konkretisht edhe kështu që do presim ta dëgjojmë zonjë nga qyteti i Vlorës. Ka telefonuar pak më parë, ndërkohë që ashtu siç e tham vetëm në QSUT. Vazhdojnë të interesuar, po të marrin një fshat. Mua më pëlqen që të flasin hapur si ju. Në fakt, gjithsesi ne do t'i dëgjojmë edhe nëpërmjet telefonit. Po? Ashtu siç e tham vetëm në QSUT që nuk e dishin domethënë që mund kush janë kandidatët që përfaqësuesit që na që do t'ju përfaqësojnë ose që ju duhet të po të marrim Vlorën, Elbasanin, Kuksin, fshatra, Tropojën. Po, është në lidhje telefonike zonja në fjalë, ju lutem emri fillimisht zonjë. Më dëgjoni? Po, përshëndetje. Po.
Po, nuk do doja të identifikohesha. Jam infermiere në Vlorë dhe ndërshtes ju përshëndes njërë për emisionin dhe falenderoj shumë që ju kemi po trajtoni një temë kaq të rëndësishme që ka të bëj me infermierët të cilët janë përballen dhe i shërbejnë çdo qytetari, shpëtojnë jetë dhe gjë më të rëndësishme që ne kërkojmë për shembull. Megjithatë, po dal direkt në temë. Edhe në Vlorë, përshëndes dhe kolegët e mia aty, në Vlorë ka ndodhur njëjti problem, ku janë bërë zgjedhjet e urdhrit të presidentit infermieror, dhe personi që është rizgjedhur ka qenë dhe është i padëshirueshëm nga gjithë personeli. Janë shprehur ankesat, nuk dihet gjitha as e votimit, dhe as si do votohej, si do procedohej, dhe as konkurimi nuk u pasqyruan asnjëherë. Por në një moment të fundit, kur për mund të them për 2-3 ditë, për 2-3 ditë u bëhe qartë, u mor vesh se do ndodhte një konkurim i tillë, dhe